pavarësisht se kam përshtypjen se tema do jeti çike errët. Pavarësisht se vendi jon ka probleme shumë të mëdha, por gjithsesi diku ngeret një fije shpresë ose ne përpiqemi të mbajmë një fije shpresë për të kapur. Largohemi padrejtisht nga puna, këtë e vërteton në gjykata sigurisht me vendimet që ka marrë në gjykimin. Tim pavarësisht se vlerësohet shumë pak në Shqipëri. Fatkeqësisht po. Vlerësohet shumë pak, edhe mësuesit janë pak të vlerësuar dhe pedagogët janë pak në profesionet e lira që në vend që ne të ndihmojmë, ne i vëmë një barë fiskale sepse s'kemi ku t'ja marrim oligarkëve dhe njerëzve të mëdhenj dhe duhet paguajnë patjetër kjo që quhet shtresa e mesme që ne po i marrim frymën dhe kjo të dhëmë. Dhe kur njerëzit thonë, po më motiv pse flet. Po do flas. Ne mos të shkruaj për ta justifikuar pastaj që të gjithë vjen hajtë vjen edhe ne. Po pra po, edhe problem më. Një popull që mban një qeveri kriminale është bashkëpunëtor në krim, pra. Pse s'vete në Zvërnec? Pse s'vete në Rjoll? Ku po vitet prona Ashiqari? Në mes ditës. Dhe të tretit e s'ma. Të shajnë të përshtyjnë. Të shajnë me modën e gjithka. Pra këta do ta ndërprisnin. Sepse këta filluan ta trajtojnë biznesin si vartis të tyre. Pra që ishte një lopë që mund ta mbinte derisa të ditë e gjakut. Të dashur miq, kemi vënë re që nga gjithë shikuesit mbi 70% nuk na ndjekin. Pra, në rast se ju pëlqen mesazhet dhe përmbajtja jon, ju ftojmë Na ndiqni ju lutem në rrjetet shoqërore dhe në YouTube duke bërë subscribe dhe follow që të kënaqim algoritmin edhe të vijemi ndukje. Faleminderit. Faleminderit. Profesor, jam i gëzuar që të kam sot ftuar. Je edhe mik personal i imi edhe jam shumë i kënaqur që e pranova ftesën. Pavarësisht se kam përshtypjen se tema do jeti çike errët për shoqërinë shqiptare. Je mësuar me. Jemi rrafur mirë ne me këtë pjesë. Tashi normalisht nuk ka nevojë prezantime, se ju jeni një person goxha i famshëm, le të themi, për mirë në Shqipëri, po megjithatë do doja që të bëja një prezantim rreth vetes, edhe anës profesionale, për ato persona që mbase nuk të njohin akoma, domethënë. Në atëre falenderoj shumë për ftesën. Është kënaqësi që rikthehesh gjithmonë mes njerëzve të rinj, ish studentëve, nxënësve, dhe kur ata kanë arritjet e veta, kjo është akoma më e mirë. Sido që të jetë, pavarësisht se vendi jon ka probleme shumë të mëdha, por gjithsesi diku ngeret një fije shpresë ose ne përpiqemi të mbajmë një fije shpresë për të kapur. Përgjithsisht jeta time është lidhur me arsimin si shumë të tjerë. Edhe bashkëtorët tim është në fushën e arsimit, pedagogë. Unë kam filluar me një ndjenjë të fortë ndaj arsimit për shkak të modeleve që kishim në atë kohë të mësuesve dhe mësuesve të historisë. Shumë njerëz sot e quajnë si një lloj budallalloku fakti që kam pasur 2 mundësi në 92-shin, sepse për shkaqe politike s'mund të vazhdoj dot shkollën e lartë, pas 90-s u dha mundësia që të gjithëve që të kishin. Kur zoti Shej, ministër në atë kohë, mes të tjerë ndiqet të përdjekur politik, punës sociale dhe të vendimeve politik, më dha mundësinë të shkoj në mjeksi dhe unë refuzova dhe ngeli habitur. Ngeli shumë i habitur dhe bëjë me atë të folurin shumë të lezetshëm në dialektin Tiranës, çfarë thon më çunta për këtë paguaj njerëzit që s'do më shkuta. Histori, çfarë bën histori kjo? Merre për ta gëzosh. Po në atë kohë për përshtypje mënyra shumë e hapur atij njeriu. Po më priti në zyrë vetë, më dha mundësinë, pas edhe një padrejtësi që ishte për si ndodh. Pastaj në 96 mbarova historinë. Në 97 fillova punë ato kohë të errta që u ndërpre, se ju e dini si ishte. Në 98 në kolegjin tuk, institucion arsimor me shumë prestigj në atë periudhë, me nxënës të shkëlqyer, me një plejad mësuesish të mrekullueshëm. Pastaj tek Instituti Arifos, që sigurisht ka një emër akoma më të madh, që në vitin 1920 një nga institucionet tona më të famshme, më të mira, do të thosh që unë në fushën e arsimit profesional privat, pavarësisht se tani kanë dalë shumë, por mënyra degë të profesionet që kishte, kështu ishte organizimi, ishte i jashtëzakonshëm. Në ato ku mora një përvojë shumë të mirë. Në 2007-2013 kam punuar në Ministrinë e Arsimit, që aty kam hedhur bazat e mendimit arsimor
personal pra i sa e kam në mënyrë të kufizuar, që s'u më them që jam njeriu më shquar në këtë fushë, ka shumë të tjerë që janë në këtë drejtim, si profesor Bardin Musai e shumë të tjerë. Dhe pastaj, si që janë trazira s'kishte, po politika bën veten, ndonse unë nuk isha një status të spikatru politik në atë periudhë, pasi se binit e mia nuk mund të fshihen që janë të djathta, por nuk isha, unë isha një status teknik, isha përgjegjës sektori, largohem padrejtisht nga puna, këtë e vërteton në gjykata, sigurisht, me vendimet që kam marrë më mbrapa dhe bëri mirë sepse fillova të mendoj, të shkruaj, të diskutoj për arsime, por edhe për fushat të tjera, rinia e kështu me radhë, por edhe të njëra pas tjetër pasi kisha marrë doktoraturën, futem rrugës akademike që vazhdoj dhe sot që është njëra rrugët më të mira, por shumë e mundimshme, por shumë e bukur në gjykimin tim, pavarësisht se vlerësohet shumë pak në Shqipëri. Fatkeqësisht po. Vlerësohet shumë pak, edhe mësuesit janë pak të vlerësuar dhe pedagogët janë pak. Fatkeqësisht ne nuk marrim dot as analizit e Kosovës. Rroga mesatare e pedagogëve dhe mësuesve në Mal të Zgjidhje në Kosovë është më e lartë se ne, ose të paktën në Kosovë është pak më e lartë se ne, ose është e barabartë. Dhe kjo është e pafalshme për një vend si ne që aspirojmë që siç janë dhe profesionet e lira për shembull, që është një problem shumë i madh, unë e kam ngritur gjithmonë në profesionet e lira që në vend që ne të ndihmojmë, ne i vëmë një barë fiskale sepse s'kemi ku t'ja marrim oligarkëve dhe njerëzve të mëdhenj dhe duhet paguajnë patjetër kjo që quhet shtresa e mesme që ne po i marrim frymën, faktikisht. Që po zhduket komplet. Po zhduket komplet sepse duhet që të kemi dy, shtresën ekstreme dhe atë Dy ekstreme të lartë, e cila as nuk investon në Shqipëri, për fat të keq, as ka ndonjë ndikim ekonomik, as ka ndikim intelektual, as shoqëror, as arsimor, as gjë. Le të themi përfaqësohet edhe nga shtresa njerëzore më e ulët. Më e ulët. Moralisht, po flas, parimisht. Moralisht, intelektualisht, ata janë mediokër. Po. Për ta thënë fare hapur, janë mediokër. Po. Pra atë gjen një mediokritet të shkallës më të lartë. Po. Pra po vija për te kjo dhe shikoj në gjitha televizionet, 10% e shqiptarëve veprojnë janë në varfëri të skajshme. 47% që kanë fëmijë janë në varfëri. Pra, imagjino për të mos djegur të gjitha pyetjet tuaja, çfarë mund të ndodhë me këtë kur shkojnë në arsim. Por po të kthehemi tek kjo pjesë, e çfarë më ka dhënë? Unë gjithmonë e kam thënë që jo, kur thot populli jo çdo gjë e keqe vjen për keq. Pushimi na puna që një rast që të rishikoj se çfarë bëhe, edhe gabimet në atë kohë, por edhe të shikoj se çfarë po ndodh tani. E vërteta, unë nuk i ndaj në kohë, sepse shpesh njerëzit thonë, po nuk kohën tuaj. I them në cilën kohë. Kur kam qenë në zënës kohë është e shqiptarëve. Çështja këtu është se pas 2013-s, ne nuk pam një mundësi që të themi, shiko, këtë e bët mirë dhe lereni. Ashtu siç është. Po dhe ato që ishin u shkatruan. Po të marrim ju jeni vetë i kësaj fushe. Si thonë se shprehjes nuk bën mirë, po të paktën mos bëj sharr. Mos bëj sharr dhe këta shkuan deri në atë fazë që unë mbaj mend për shembull në atë kohë më quhej gjëja e madhe në 2008-ën, në fund të 2007-s, në tetor të 2007-s ne bëm programin e parë për mësimin e kompjuterit në klasë të 7. Dhe mua më duke gjë e madhe o sa mirë. Erdhën ca kompjuter i shpërndan. Në 2008 shpërndan 2100 laptop, se kaq shkolla kishte, sot janë 1472 për djenin tua, që na 2013, imagjinoni sa ka në shkolla, dhe shpërndam kompjutera dhe laptop. Jo, në fakt, laptop dhe projektor. Ai ishte një fillim i mbar. Sot s'ka asnjë. Sot ti s'ke smartboard, sot s'ke dhe ti thua, unë po vrapoj drejt teknologjisë. Po bëj digitalizimin, jemi më mirë se Gjermania. Por zotëri, në letra jemi shumë mirë ne. Problemi është se ku jemi. Realitet. Dhe kjo të dhëmë. Dhe kur njerëzit thonë, po mi mo ti pse flet? Po do flas. Kjo është edhe çmenduri të tiktruar i fara, domethënë me këtë mohabit, pse flet ti, mendosh. Mos veprimi, kjo apatia e tmerrshme e këtij populli është e frikshme.
shiko, ka një gjë, takoj dikën lagje para ca vitesh, nuk tha, profesor, tha, mirë shkruan ti, po nuk të lexon njeri. Unë pranurin të paditurit, tash, për çfarë? Po ja ta lexova këtë artikull këtu, a më jep dorën tash? Ja dash dorën, po ja pra pas ke lexuar një tash. Kjo për mua është arritje e madhe, si. Po ti tash do t'ja thuash fëmijëve. Dikujt tjetër. Aty do ta tregoj një tjetër kur të hapet muhabeti, mund të përdoret si referencë dhe për mua kjo është gjë e mirë. Pra ti e pas ke lexuar. Ose kur thonë të ndoqëm, po prap ta s'bëjnë gjë. Ata kanë për detyrë mos bëjnë gjë. Ne kemi për detyrë të flasim. Për sa i përket kësaj, se është edhe i shprehje këtu në Shqipëni është mbjell një lloj fare, një lloj mentaliteti që një periudhë kohë janë ato proceset kur ti bëhesh i vëmendshëm, po e ndrysh nga masa. Është ai procesi i parë, është ai paktën për mua, ka qenë kështu një revoltim total, nervozizëm ekstrem, edhe një urrëti ndaj popullit tim. Do thonë, unë kështu e kam kap fazën e parë time personale. Kur kam pasur çapo ndodh, unë kam arrit në konkluzionin normalisht që nuk është shkak faj qeveria. Unë jam në konkluzionin që qeveria që ka i popull është pjella e atij populli. Do me thënë, qofse ngjyra e popullit në kuptim figurativ është jeshil, përfaqësuesit do jenë jeshil. Nuk ka si tjetë ndryshe, do me thënë, është një popull që mbjell një farë caktuar, do me thënë, se nga ky popull ka dalë. Edhe revoltimi im, do me thënë, u kthy mrapsh. Në atë kohë kam qenë goxha e ri edhe jam pas revoltu kundra prindëve mi normalisht, se prindëve mi janë me atë mentalitetin që qeveria, këto duhet ta bëjnë, këto duhet të imponojnë popullit, thashën, po nuk ndryshoj populli, si kulturë, si do ndryshojnë ata. Jo po ato vjedhin, se cili vjedh në Shqipëri, ma aq sa kam dorë, ma aq sa kam mundësi me bë. Në çdo vend e pune ku kam qenë unë, në çdo vend ku kam pas të bëj, gjithë vjedhshin, shumica. Me qenë se po përmen hajdutlikun. Jo, mos është ky për ta justifikuar pastaj që të gjithë vjedhin, hajde vjedhin dhe ne. Po pra po, edhe një problem më këtu. Desha me dal te fakti që në fillim e kam pas kështu, pastaj kam menduar që kam kuptuar këtë që keni kuptuar edhe ju, që shiko, unë nuk është detyra ime me ndryshu popullin, edhe nuk e bëj dot. Po detyra ime si qytetar, si njeri është të ndryshoj rreth par veten, të kuptoj ku jam edhe të ndryshoj, të mundohem të ndikoj tek njerëzit rreth e qark meje. Po pikërisht mos futem në rresht. Po, domethënë mos bëhem dele. Mos bëhem unë pjesë e kësaj. Edhe është kjo që ti je vetëm, mos u lodh çfarë do bësh ti. Edhe duhet përmend një rast, një shembull. S'është kjo historia, se bën si më fal, para se të ashtu George Orwell e ka thënë nëse e perifrazoj. Një popull që mban një qeveri kriminale është bashkëpunëtor në krim. Bravo. Tani ne mos kërkojmë ndonjë gjë të madhe. Ti je bashkëpunëtor më zotri. Unë e votova po më zgënjeu. Po dile thuaj. Të hiqe. Jo, thuaj një herë dhe pastaj hiqe, thuaj na falni, ma unë e bëra. Shiko, në gjithë arsimin Alban unë kam vënë një gjë, se tani do fillojnë të ndryshojnë prapë. Jo të ndryshojnë tekstet, jo. Or zotri, thuaj që unë nisa nga e mira, po bëra keq, nuk është turp. Po nuk mund të nderon përkundrazi. Përkundrazi. Po nuk mund të më thuash mua që unë e bëra shumë mirë dhe tani po e ndroj pas 10 vjetë se e shumë mirë. Tani ti nuk mund tallesh dot me ndjenjat e njerëzve. As me këto. Sot që ne po flasim, ka një eveniment politik, 3 qere ku njerëzve doshin, a do vishti, ku të vime? Po pse s'do zgjidheshi, po çfarë duam të zgjidhem kur zërit im nuk dëgjojnë? Po. Unë s'kam marrë për të marrë spaletën. Numra. Unë nuk dua të jem, si thot populli i shkurt, bushës topi. As numëror. Unë s'jam numëror, jam njeri. Nëse ti nuk më vë mua, unë kam respekt për vete. Sepse kur flas, të gjithë që më thonë, unë Albani them një gjë. Unë kam respekt për vete. Dhe ditën që kam respekt për vete dhe për të vërtetën, do flas. Ti nuk ke respekt për vete. Se ti pranon të dhunojnë, të blejnë votën, të heqin dinjitetin, të marrin pronën, dhe ti thua mos kam çfarë bëj. Çfarë bëj unë jam vetëm. Dhe ne jemi përveç se ne jemi hipokrit. Pse jemi hipokrit? Po kisha bën një status para ca kohësh. Ne bëhemi bashkë kur urgjia është jashtë nesh. Po pse u çove ti gjoja dhe mblodhe këtu të bim për studentët e Shkopit? Po ti pse s'u mblodhe për studentët e mjekësisë? Pse s'dole zotrote? Pse kur është brenda këtu ti nuk flet? Pse s'vete në Zvërnec? Pse s'vete në Rjoll? Ku po vitet prona Shiqari? Në mes ditës. Dhe të tregin e zma. Të shajnë e të pështyjnë. Të shajnë me nënë me motrë me gjithçka.
Dhe ti s'del. Këtu del se këtu, qa do na bëja i shkupit neve s'ta bëjnë që? A thutjet Është pa që... kaq sipërfaqësore apo mos ka të bëjë ndoshta nga që mund të jenë të ndjenjat patriotike, me qenë se janë shqiptar ton, Shëndjenjë patriotike, s'ka lidhje fare. Të shkosh në stadion, më fal, në rase e mban mënd. Në Brazil është bërë kampionati botror së fundit. Ai viti nuk e mbajnë më në mirë. Nuk e di, 2016 kur është bërë. Të kujtohet që gjithë mediat su morën me ndeshjen pas Japonisë, po morën me japonezët që hapën qeset edhe mblodhen gjithë plerat. Po morën me aktin qytetar, jo me ndeshjen, se ndeshja, rezultati, ndeshja do fitoj dikush do Është diçka që jemi mësu, po kjo ishte jashtë norme. Që thua, o sa mirë me qesh shqiptar dhe pastaj thys tolat për shtyn, Man. urinon atje dhe ikën. Tani që të themi hapën. Ndoshta është pak e rënd për publikun përdorimi i këtij fjalori, po kështu është. Jo, ashtu. Ashtu. Tani ti, a je shqiptar i mirë? Po, mos bë pis. Shqiptari mirë për kë, do jesh. Sepse më kujtohet një gazetar i njohur që unë e kam dhe mik, Reza Xhaxhiu. A jam patriot, po më thënë. Unë jam patriot, paguaj taksata, nuk shaj njerita, nuk vras njerita, nuk vjedh njerita, respektoj ligjet e këtij vendi, kështu je patriota. Patriota me shqipoj nuk jam unë. Po bëra këtë dhe që jam patriot. Ja, një minutë zotri. Sepse kjo është hipokrizi, tallje dhe në përkëmbje dinjitetit kombëtar. Dinjiteti kombëtar vjen me dije, vjen me forcë, vjen me guxim, vjen me revoltim, edhe kur je mirë ka revolt. Po. Ka gjithmonë vend për më mirë. Edhe kur je mirë ka revolt. Edhe kur je mirë ka revolt. Ikën. Të thotë ti ke humbur besimin. Çfarë ndodh sot në Angli? Ke humbur besimin thot zotri. Ministri vet. Këtu ministri zguxon të flasi pa i dhënë urdhër kryeministri. Këtu antari kryesisë së një partie pa i thënë kryetarit do shkosh, nuk shkon dot në televizor. S'vjen dot tek ju. Provo një politikan ta marrësh. E kam menu në fakt, po nuk e di sa do arrita maj veten, me thënë drejtën. Po jo, e para një herë që ti se merr dot. E di pse nuk e merr dot. Ja ju a them unë pse. Sepse më kujtohet një gazetar më thot, shkova thot është e vërtet. Kërkoj një Lindita Nikollës, në atë kohë ministër, zonjës Nikolla. Për etik, do të thënë më takon të përdor këtë lloj fjalori. Dhe më tha, do tha 2 muaj, tha të më bësh kërkesën e kështu. Qa thua ti, tha ky. O zonjushi, po për 3 javë ta Andi Betja intervistoj George Bushin, 3 javë ju deshën ta. 3 javë. Andi Betja ta i dërgoj dhe a i tha po. E kam gjetur kohën e lirë, a vjen në këtë 2 muaj ta, as nuk ja duaj intervistën fare ta, letërita. Edhe pasi të veshtin një intervistë, thot, më dërgojnë që i pyetjet, dhe thot, këtë pyetje ma hiq, këtë pyetje ma hiq. Unë kam dalë shpesh me gazetare që në 2008, dhe në fakt, sot, shqyqyr që kanë ardhur dhe këto studiot alternative si që jeni ju, se më përpara si që janë studiot këto tradicionale, që ju e dini si janë të ndara në interesat e veta. Dhe i thash një gjë, kur filluan gazetarët jo pa kështu profesor, i thash, aty bëj një pyetje po. Përveç ministrit se unë nuk e di, drejtori imi i përgjithshëm dhe unë, drejtori i përgjithshëm i thash, edhe unë, ju kemi kërkuar paraprakisht se cila është ajo që ju e quajni skalet ose pyetjet tuaja? Ja, tha me thënë të drejtën edhe na prisin. Ta na thoshin që në këto orar hajdeni, por kur nuk na ktheni si gazetar. A thoshja unë të gjitha ato përgjigjet që doni t'ju, mbase jo. Pa e kuptoj. Pa dyshim. Mbase jo. Sepse si do që ti jetë Alban, unë mësova një gjë pasi ika, prandaj ju thash. Që ti, kur je në një vend, edhe si thua ndikohesh, thua shiko, ti them gjërat sa më mirë, se unë punoj dhe vetë këtu, pse mos ndali mirë. Dhe e ke këtë, pra, nuk them se unë kam manipuluar në shifra në këto, se s'kam arsye të manipuloj se ato ishin zyrtare. Por mund të kem zbukuruar realitetet, pa dyshim që po. Këtë ja pranoj vetes, dhe nuk më vjen turp fare. S'kam asnjë lloj droje që ta pranoj. Që a ka pasur në atë kohë, po. Po ju them unë, licencimi dhe akreditimi i shumë universiteteve private ishte katastrofë. Katastrofë. Fajti që ne nuk investuam në kërkimin shkencor është katastrofë.
Fakti që pedagogët nuk vënë kritere të veçanta katastrofë. Që të ngrinim 100 atë kohë institucionin e plagjaturës, po edhe ajo. Që duhet të fuqizonin më shumë të rinj në ato që quhen sot start-up-e, që thonë, thjesht në ato që quhen nismat e tyre private. Por i mësuam të gjithë që duhen të vinë të shteti. Sepse në qoftë se ti një nismë private e mbështet për 2-3 vjet, pa taksa, pa tatime, e konsulton për tregun, për plajin e biznesit, atëherë dështimi mund të ndodhi, po dhe na dështimi mëson ama. Po. Mëson që ti sjell kur qëllimi është në rregull, është sigurisht proces normal. Është proces normal, ti të hiqesh, shet këto 5 gjëra që ke, por nuk del kur me humbje. Por ama mëson një gjë, që ky ishte biznesi dhe tani mund të gjej një rrugë tjetër ku mund të investoj shumë herë më mirë. Ose mund ta bëj akoma më mirë. Dhe mund ta bëj akoma më mirë. Që kam aktualisht, po e drejtë. Dhe shteti pastaj, shteti nuk e bëri kur bashkëpunëtor biznesin, e bëri armik. Përgjithsisht. Kur? Po jo më ke se mas 2013-ës. Kur? Më thonë, nuk jam i politizuar. Sigurisht jo, pas 2013-ës. Shumë më keq. Jo, pas 2013-ës ka qenë shumë më keq. Shumë më keq. Pse? Do të thënë, kur thash për këtë, thash që po të kishte filluar, pra këta do ta ndërprisnin. Sepse këta filluan ta trajtojnë biznesin si vartës të tyre. Pra që ishte një lop që mund ta mbinte derisa të ditë gjaku. Po. Derisa të ditë gjaku. Dhe kur them këtë, ne kemi ndërtuar shkollë të mesme, se na u kërkua vetë nga biznesi në Thoman. Po cili ishte kushti? Që ju do të shoni atje programe dhe do t'i trajnoni në këmbim që do t'i merrni në punë. Çfarë do të ofronim ne si shtet? Një vit pagesë të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Do ta ishte shteti. Për 5 punonjës e lartë. A është kjo një ndim? Do të unim tatimet. Një pjesë kërkuan të unin tatimet. Po, ju unin tatimet. Vendosin, do paguani këta, po do doni të uni tatimet. U ndërtuan shkollë në Zadrim, që ju e dini që është një nga zonat më, do të thosh janë në fushën e zejeve dhe artistike, më e pashfryzuar në Shqipëri. Sepse ju paraprakisht më pyetët mua sot, kemi një program në zeje dhe arte. As zeje nuk bëhet, as arte nuk bëhet. Sepse pyetja është ku i ke profesionistët. Ne dim që në pazarin e Krujës në zë të thonë, ki kujdes atje që merr se të gjitha janë prodhuar në Kinë. Atje s'prodhohet më. Ku është avlëmendi që bën qylyma? Si del qylymi? Jo po dhe e bën në shtëpi. Kush e aktë? Kush e aktë? A mund ta haun të më thoni mua ju që mua më duhen 20 kompjuter, ja sa ti marr në shtëpi se i magazinoj atje. I kam te magazina, është i muhabet tipik kështu. Jo, i kam te magazina, ta kuptoj, po i kam në shtëpi. Tani ai që merr vesh nga kompjutere dhe këto nuk lihet kur në shtëpi. Po. Se do mjedisin e vet, apo jo? Prandaj po ju them. Ne dhe nuk e kemi dashur. Për shembull, po të vim te kompjuteri, po ju them një gjë që ma kanë treguar vet. Maj mend që ka pasi ndryshim kështu teknologjik. Dhe po të them institute. Histori, gjuletërsi, etj. Po ta them hapur, le të ngjerë çefi kujt do. Pas 6 muajsh këta vjen të shohin rezultate, ato ishin në karton. Mos më i them. Pse? Po janë prishur, po pse ta ne si kemi ndezur, po pikërisht pra, na që s'keni ndezur janë prishur këta. A e kuptoni ju thënë? Sepse ju që jeni i asaj fushe, edhe unë e kuptoj që qarqet fillojnë të thahen. Thahen kompensatorët. S'kan më. Pra të lënë në vene me lagështirë. Të gjitha s'kan. Ti si ruan në një mjedis që duhet, etj që janë të profesionit tuaj. Dhe ata që i sollën tha, na fani që u sollën këto dhe s'u sollën lapsa dhe letët. Ju atje jeni. Kam bërë ironi. Po kam bërë ironi se ti e meritoj ironin. Meriton. Ti e meriton ironin. Në qoftë se unë të sjell një furnizim për $10 milion dhe ti tallesh me $10 milion, sepse gjithë njerëzit alban thonë kështu, ore, qeveria thot 49 milion euro fituam. I thash, o njerëz, po, në ato po fituam 10 milion, ne jemi më të gëzuarit. Ata 39 milion të japin asistent teknike që i marrin vetë. Kjo është e vërtetë. Mos nuk i njeh kush mua. As juve. Sepse ju thash, bëni një, po ju jap një shembull shumë të thjeshtë. Universitetet tona kanë fituar 29 milion euro. Dakor? Po ti shohësh këtu njerëzit thonë, ua, hapin gojen. Universiteti i Beogradit ka fituar Alban këtë vit 469 milion euro. Kërkim shkencor. Sepse ata din të bëjnë projekte, ata din të marrin dhe janë të besueshëm. Pse janë të besueshëm? Sepse kur vete kontrolli atje, si ndodhi tek i pardi që arrestoi 14 veta në Greqi,
dhe ngritën dorën të gjithë në parlament thanë merrini. Se si do, shiko, ka një gjë që tha t'ju të popullit, pa ishe për ta përfunduar që ti i ke të gjitha, me të gjitha, pra i ke harxuar lekët në mënyrë shumë korrekte dhe racionale. Ka një gjë që e them gjithmonë, popullit se ne fillojmë duam të dukemi të mençur. Më grekët, dava grekësh. Ky është mentalitet ignorant. Dhe më kujtohet një shprehje në Dervin për këtë që tha t'ju për popullsinë dhe shtresën që tham neve. Ziadim Bej Fino ishte një bej shumë i njohur, të cilin e persekutua. Dhe i vdesë djali vetët, që mos e sprovov Zoti askënd me këtë. Edhe shkon një grua rome. E thot Ziadim Bej, shumë e njohur në Dervin, një grua shumë që e kishte model, e donin që të gjithë. Se ishte shumë e dashur me njerëz me këto, nuk linte vetë fëmijë, por rriti fëmijët e tjerëve, me shumë dashuri. Dhe i thot Ziadim Bej, nuk e di ç'të them, thot Zoti të dëm durim. Edhe ky i thot në Afrika. Jo Beji, thot shoki, thot se e kupton. Beu im i tha, vati të ka rënë apo veshit e ka mbetur? Pra që një shprehje për të treguar që brenda vetes ti ngelesh për herë një njeri fisnik. Ne harxuam ose humbë fisnikërinë. Po të shkosh tu po shqysh, e ke parasysh te Koptika Roma? Po. Ktheu tek një dyqan që është mesdheu, që është atje të Bukës, e ke parë një vit që po prishet? Po. E di kujt është? Jo, fatikisht jo. E Kos Çekrezi. Hape shikoj kush është Kos Çekrezi. Nga shqiptare që është në Harvard. E dini kush është ky Alban? Ky ka siguruar një takim me presidentin Wilson në vitin 1920. Ishte në avulloren Sunflower. Ajo bënde shëndetit në lumin Hudson. Dhe i thot një nga këto Fanoli në fakt. Kishte gruan e këtij vendet e kisha e Fanolit. I thot kështu. Hajdeni, i thot se do mundohem mund që ta heqim një në rojet, edhe hajde takojni, se ishte problemi lidhjes së kombeve në Shqipëri. Edhe Fanoli vajti, si prif që ishte, Kos Çekrezi me Fajkonizën ishin ekspresiv, domethënë si na jon të dyqet. Pasionant. Aty dhe i del një roje në ata, rojet më bodyguard, ku shkojnë ta kanë presidenti? Jo, ata se ka vajtur ta im zot Noli ta do vëmë ne. Jo tha. Ai një të kërcyer tek stoli, Çekrezi se ishte pak më ashtu, dhe kapi nga gryka i tha zotrita, duke i rënë lotët. Nuk kemi ardhur për vete ta, as për të kërkuar punë, kemi ardhur të shpëtojmë një kombë. Po Soni ktheu kokën dhe çfarë po ndodh? Janë me mua. Lere tha. Lere tha se kombi i tyre është në rrezik. Pra që në ajo kohë, ata ishin në Amerikë, se njerëzit tonë, a mos e shisin më në Amerikë, po të mos ishin ata shqiptarët e Amerikës, ne nuk ta kishim Shqipërinë sot. Në 1120. Është varet nga qëllimi që ka personi, s'ka rëndësi ku është. Pra, ata bën të pamundurën. Ata erdhën në Shqipëri. Për një arsye. Nuk jemi këtu se ndoshta një ditë tjetër mund të diskutojmë dhe për historinë. Për një arsye se cili mund të ketë pasur kthesat e veta, gabimet e veta etj. Por po të shohësh në proces verbalin e lidhjes së kombeve, është ngritur India dhe sepse ne morëm edhe si thua dakordsinë në atë kohë të kryeministit Lloyd George. Ai tha po tha, do t'ju mbroj. Dhe është ngritur përfaqësuesi indian dhe përfaqësuesi i Afrikës së Jugut e kanë thënë një gjë të bukur, shikoj tha. Ne tha ende ta po zgjemi me fiset tona kush është fisi më i madh që do qeverisi. Po mirë o zotrin, tha, si mund mos japin votën këtyre ta këta ja kanë besuar tha. Kombin e tyre në 80-85% muslimanta, një prifti tha ortodoks, që vjen këtu për të mbrojtur çështje shqiptare. Ai kuptonin çfarë njerëzish që janë këta tha. Për ta nuk ka rëndësi feja, ta ka rëndësi Allahu. Po. Tek ne çfarë bën është e bukur shpreha. Rilindasit shkrin pasurinë për Shqipërinë, këta shkrin Shqipërinë për pasurinë. Çfarë po bëhet sot? Realitet fatikisht. Çfarë po bëhet sot me godinën e doktor Turtullit? Në Korçë, shkoni shikojeni. Ja vodhën, ja grabitën, atje ka qenë sanatorium dikur. E ka falur për shtetin shqiptare. Një pjesë e godinës së Universitetit të Fanoli është e familjes Pojani. Të njohur për kontributin e tyre. Po. Ku janë sot?
Vendin e përsëris dhe një, në 2019 e di çfarë më ka dhënë mua në kosh, është mbyllur shkolla në Drenov, që na kujton Azdreni. Dhe ajo shkollë alban nuk ishte ndërtuar në shtetin shqiptar. Ishte ndërtuar në emigrantët në Amerikë. Ishte ndërtuar në vitin 1920 dhe u mbyll pa bërë dot 100 vjetorin. Dhe ç'kërkon ti pastaj tradit? Me që jemi ke kjo tema, më falë sot nërpres, të më falësh mu që ose hyj qik më thellë nga këta teori konspirative, po personalisht jam i vëmendshëm shoqëri. Nuk jam njeri që çohem gjes, boja të rutinën, edhe po të më pyesësh çka ke bë sot, domethënë nuk më e mend çka kam bërë, se është një rutinë që e bëj për ditë. Unë jam i vëmendshëm ç'a ndodh, domethënë jam i vëmendshëm shoqëri, pa diskutim që jeni akoma dhe më shumë, domethënë këtë aspekt. Si e fortë caktuar po. Unë kam arrit personalisht në konkluzion, nuk merr me teori konspirative para mrapa, gjoj njerëz çuditshëm, le të themi, po ky është konkluzioni im. Unë kam vënë re që partia në pushtet po përdor një lloj forme e cila është e lashtë në një njerëzim, edhe ngjan me komunizmin, le të themi, termi më modern. Po përdor një lloj forme e cila po e shklyn totalisht vlerën e shqiptarëve, po i heq komplet thelbin. Edhe mendoj se edhe kjo dëmtimi i këtyre shtëpiave apo institucioneve që sapo përmendet është me dashje. Po. Unë mendoj se këto po përdorin një strategji, se e bëj shaka ka herë me shokët e mi, i them, shikoj se nuk është e çuditshme, i them. Djalli nuk afrohet kurrë të thotë që unë do të djeg, do të shkatroj, do të sakatoj. Ai thotë unë do të nimoj, do bëj mirë, bëj bamirësi, bëj edhe masi të ketë përqafuar komplet, pastaj më fal për shprehjen fut gishtin. Më fal se po shprehem kështu. Po kjo është nga maspine, po. Për mendimin tim, kjo është forma që po përdorin këto dhe është me dashje. Nuk e di është politike huj, apo është politik e ndërmarrje si përmarrje vendase e qeveritarëve tanë, po për mendimin tim këto po shpopullojnë Shqipërinë me dashje. Shiko, edhe kjo forma e shpopullimit për mu fillon që kjo heqja e ndjesisë. Jo, të heqë edhe lidhen me atë dhe unë. Patjetër, po atë. Qose unë të të prish ty çdo gjë që ty të bë Tirancë, që të bë Shkodran, që të bë Vlonjak, që të bë shqiptar, ti edhe nuk ke më dëshirë të rish se nuk ke më lidhje, nuk ke më as nostalgji për vendin tënd. Kështu që ikën me shumë qef. Ose ikën me shumë hall. Ikën se nuk të lidh më gjë. Nuk e di çfarë mendimi keni ju? Shiko, në Palestinë, në Gaza, po ndiqja një emision, në thoshte dikush që këtu duan të bëjnë resort dhe duan na heqin. Arab, në qytetin Akra. Më kujtohet tani. Dhe kush dolën aty Alban që të flisin? Ishin i hapa, të gjithë i mora shënim me emra dhe i hapa. Dramaturg, të cilit kishin bërë producent, kishin bërë filma në Hollywood, dhe ju e dini që në Hollywood, sidomos kur jena lindja, s'të qasim shumë. Fare pa gjë. Ishin mësues, pedagog, aktor, artist, reper. Që thosh në ndorim tu. Nuk janë në qytetit, unë e dim që këta do nga bëj resort turistik, po ne nuk janë lëmë. Do lajmi prapë të ky guri, të plazhion. Pse? Sepse ata janë të pashkëputshëm, thoshte kam 200 vjetun si familje, kam 400 vjetun këtu, tu s'kam në familje. Këtu i shuan familjet. E para, e dyta, ju kam thënë këtyre 68 këtu tha, unë për të pare e pash dhe lexova, asu se dia nuk për visëri. Shkota ne kemi 3 lloj palestinezësh ta. Palestinezët e 48-ës, palestinezët e 68-ës, palestinezë gjuish, palestinezë ortodoks dhe muslimanët. 68.000 ishim, 1.5 milion jemi sot. A e kemi bërë këtë politikë? Jo, nuk është bërë politikë për të sunduar izraelitët. Është bërë një politikë që ky është vendi i njohur dhe këtu dorim. Ne nuk kemi gjithmonë të them këtyre, ore, ai keni për palestinezët, libanezët, sa u thotë që kanë pushim, çanda dhe kthehen prapë të shtëpia vet. Sirianët kthehen të shtëpia vet. Çfarë gjen ata të shtëpia vet? Gjejnë ushqime jo. Gjejnë shkatrim. Një shtëpi që duhet ta rregullojnë, ta riparojnë, që kushton ca lek. Ne nuk na mëson njëri me pronën, ne na i hoqëm pronën. Kur erdhi
Na i shpërndan pronën në formë komuniste. Na futën ligjin 7501. E shpërndan në komuniste. Komunizmi kështë toka i përket ati që e punon. Dhe duke ja hequr pronën, duke i hequr pasurin, duke i hequr mundësin që ti të konkurosh në një shoqëri të lirë. Sepse që na mbi emrat, vinde mbi emri jote, ajo thoshe, jam pronar të më dhe hiqe do. Nuk i duam këta. Si duam këta se na hapin bun këta, se këta bjen shtresën e vetë. Dhe sonë shtresën e tyre. Shtresa e tyre është një stres që nuk ishte as pronë, as status në shoqëri, s'kishte as shkollim, as në një prejardhje, pra nuk e kishte problem të ndryshonte sa herë të doje. Se kishte problem fare. Dhe sot shqiptarët çfarë ndodh? Iki, unë them, iki, ku do shkoj në Itali? Shumë mirë. Po ç'a do bëj? Po kam një pronë në Shqipëri, kushton 200.000 euro tani pallati im. E shes dhe vazhdo jetën aty. Dhe këtu s'më intereson fare çfarë bëhe. Sepse ti pati një plan shpopullimi shqiptar, që e fillove me dearsimimin e shqiptarëve, Po. u hoqe shërbimet. Ja rregullin e demokracisë është që shkon shërbimi te qytetari, jo qytetari te shërbimi. Ti ja hoqe të gjitha këtyre dhe i the, doni të jetoni, po, shkoni bëuni sklever të pasurve. Në Tiranë, në Durrës, dhe kjo që them unë nuk është çështje komunizmi. Pra unë nuk jam kundër të pasurve. Jam kundër pasurisë, pra në qoftë se unë kam 100 vretje për Albin Kurtin. Po ishe shumë e bukur shpreja. Unë ja jap para shtetit të Kastrovëve, po jo të Kastratit. Pra, ti ndan gjëra. Unë të jap para në ty. Unë vi punoj për ju, po dhe ju duhet të më respektoni mua për aq sa jam. Sepse çfarë? Unë e bëj pastrimin shumë mirë. Dhe ti më thua të lumshin duar. A do pish dhe i kafe të shtrodhesh, na dhe kafe, na dhe parat edhe ik. Po jo të them unë pas 3 muajsh, muajin tjetër ti jap lekët. Hapu se po të mos isha unë, do ngelesh e katunar. Zë kishe buk me ngrën. Po. Pra, kjo lloj sjellje arrogante, ku ti nuk bashkëpunon, ku ti i ke të gjithë nën vete, dhe të gjithë ata që ti ke nën vete janë thjesht numra dhe jo njerëz, shko në këtë vash që kemi. Shkojmë më tutje. Sot keni një komision të reformës territoriale. A ke parti të diskutoj njëri për arsimin aty? Se kemi këtë tema, do bëhet në herë. Shëndetësin. Ore, këto janë dy gjëra. Ti këto shteti përgjegjësi të mëdha këto ka. Dhe sigurinë e njeriut. Ne të tre nuk i kemi. Ne të vjen dikush shtyp dhe thot, isha në rrugën time. Si isha në rrugën tënde? Ne, politikanët kudo që janë, pavarësisht krave që kanë, po kanë një përgjegjësi shëmbullore. A e dini ju, mund ta keni dëgjuar, Beppe Grillon Po. E dini ju pse s'kandidon ai? Për një arsye që këtu mund duket banale. E pyetën pse s'kandidon? Ju a them ta se kujtoja se e dini të. Se ju tha duhet keni rëmuar të gazetarëve në jetën time. Në moshën 25 vjeç ata më doli një vajza që u vërtetua ata për shkak që s'dua të ta përmend Anita, po u vërtetua që doli në rrugë në mënyrë të pavetdijshme. Dhe unë e shtyp ata. Vajza vdiqte. Unë tha, nuk bëra shumë burte, për arsye që mund t'i gjej në gjykatë, jo se manipulova gjë. Për asaj kohë si kam hyp makinës dhe nuk marr asnjë post publik. Më rëndon edhe sot ta jeta e një njeriu. Nuk ka rëndësi se si ishte ajo vajzë. Gjithë tjetër ka pyetur pse më ndodhi mua. Pra për kaq, që sot duket banale. Këtu ti e vret thua isha në rrugën time. Një ditë më parë ti mburesh që kam bërë 25 aksidente. Një tjetër del me shishe bire e dinte gjithë lagja. Që ai ishte i dehur, vetë policia nuk e dinte. Pra këtu të gjithë e din që poshtë pallatit ton pihet ashash, vetë policia nuk e di. Vetë policia nuk e di. Këtu ne po helmojmë fëmijët në përshkolla, tani u kujtuan të bëjnë aksione. Nuk bëhet me aksione ajo, mozotri. Ajo bëhet me punë të përditshme. Ne sot kemi një bres që merre, shkoni juve dhe i thuaj, hajde, o të bëj një pyetje, sa na prindi Trokasi në derën tënde dhe i thot,
ma merr çunin pa lekëve, po vetëm të ri të mësoj diçka. Kur në botë paguaj. Ma merr të mësoj diçka. Se ky zotëria e tij pretendon që merr vesh nga kompjuterit dhe nga celularët. A ma merr ti, ma mbaj 6 orë. Po se mba 8 orë. Por ama me një rregull. Cili është rregulli? Që të mësoj të çohet në orën 8 dhe të vete në orën të kthehet në shtëpi në orën 2. Që të mësoj të marrë bukë me vete dhe të thot faleminderit. Që të mësoj që pushimin do t'ia thuash ti kur e ka. Po, Jo kur ti tek e ati. Pra të mësoj shkurt edukatën e punës. Jo, ne nuk e bëjmë të. Pse nuk e bëjmë? Sepse është ajo që thamë bashkë. Këtu është kalbu shoqëria. se kanë edukatën. Dhe për më tepër, Alban, do ta them me të fortë se kam thënë gjithmonë, e di pse. Se ne ose na është shitur, ose na është bler, ose është konformuar, pra është bërë bashkë me shpërtetin, Po. kush? Elita. Nuk flasin mjekët, nuk flasin pedagogët, nuk flasin mësuesit, nuk flasin inxhinierët. Kush do flasin? Ai fshatari i shkret, po i shite speca ti mbaroj punë, po i bleve speca, po i bleve djati mbaroj puna. Qeveria, bota, biznesi, turizmi, ngushtica e Hormuzit tek ai fillon te Baçi e tij dhe mbaron deri te gardi i tij. Nuk vazhdon më tutje. Unë dhe ju kemi detyrim që të mendojmë për më tutje. Ne nuk e bëjmë. Pse? Sepse ne duam një projekt që të marrim ca mijëra euro, po mundësi që të bëjmë dhe një shtëpi në Bregdet, të shkojmë 2 herë me pushime, të rregullojmë vajzën në punë, dashnoren, kunatin, baxhanakun, e kështu me radhë. Dhe në këmbim të kësaj, mua më kanë blerë me mbylljen e gojës. Dhe ne mbyllim gojën. Ne po kapim avash avash fundin e degradimit shpirtëror, thonë shoqëror. Se di mo, është e shpreha s'ka mo keq, po këtu s'pas ka fund kjo. Më falë, Që i periudhë kohë që maj men, do me thonë, ne jemi shoqëri katastrofike, ne historikisht unë kështu e maj men vetë historikisht, do me thonë, këtë vend. Edhe që kam lexu kështu problematik gjithmonë, do me thonë, maj men që filloj duke rregullu kultura. Unë e kam pa dhe në biznes, forma se si komunikonin, online, si shkrunin, nuk kishte më e shpreha direkt të shanin, se është çik agresive kjo puna e mentalitetit shoqëror këtu ke ne. Do me thonë këtu, kur nuk pëlqen diçka futesh po, online, edhe direkt ik moj po, lop, Po, dëgjon, ik po, mor kështu, po. nuk ka një formë shprehe, do me thonë që shiko, unë s'jam dakord me ty, po për mendimin tim e ke gabim, kjo mendimi im. Edhe filloj duke u rregullu diku nga 2012-13. Po e shikoja, do me thonë, komunikim. Shikoja komente të tipit që e ke gabim për mendimin tim, nuk bëhet kështu. Unë mendoj se është kështu, se nuk ka qenë kur kjo komunikim në Shqipëri. Do me thonë, komunikimi online ka qenë hidhesh një temë, edhe komentet poshtë ishin po të zuna ku banon ti, ta rregulloj unë, se s'po du me përmend terma, po e themi qik kështu. Filloj duke u rregullu, do me thonë, të shika shku o në atë pikë, ose po bëhet akoma më keq. Do me thonë, ne po shkojmë mrapsh. Më shikon Me këtë drogën një herë, do thonë, për mendimin tim, shoqëria shqiptare ka shkuar nga 30 vjet mrapa. Se nuk e du ta shbësh i brez si do e bësh atë. Ai nuk e kupton më shkollën. S'kupton më s'ka. Ai se ka të qartë fare, çfarë shkolle thot. Është këputur brezi na brezi Alban. Ka humbur totalisht, domethënë, jemi me një pikë që unë nuk e Prandaj di. të thash, shoqëri që ka ne përdorim ndonjëherë në kuptimin që ai që tha të ignorantë. Shiko, për shumë qëllime ju lexoni, unë shikoj, ju shikoni, unë pastaj lexoj etj. Këta nuk bëjnë asgjë. Kjo është e para. E dyta, po ndiqja një Gandhin, ishte një profesor kështu fodull që do ta talte. Mok ma da Gandhi. Mohandas Gandhi, mak ma ta quaj ai për shpëritjes. Do të e ka shumë bukur. Se ai dhe kur fliste, duhet të ishe shumë i mëshëm, se duhet si për shpëriste. Po. Indian po bërit. E po ta thuash indian, atë ama dava indian ashtu. Se kështu e mësuan ne. Po ne jemi kombi më i lartë, ne e lartësojmë shumë veten për asgjë. Mohandazi tha, uro profesori, sepse kishte një kështu. Ai ishte edhe racist. U pranua dhe hoqën fare, bile më bon. E tha, Jamie tha, ai vazhdonte për juridik në Londër. Jamie tha, një çantë me para dhe një me nënta.
Këdo marrë është ti, tha. Ato me para, tha. Tha, prisha një gjë tjetër, tha. Të më thoshe, tha, ato me mend. Se cili profesor merr atë që i mungoni, tha. Kam mend plot. Njeriu është... Kur do të bësh podull edhe përfundon. Do të bësh, përfundon në këtë. Pa një indian që i tregon, mos më tregon mua se ti, unë e di që ti je ai që na shtyp. Po ti nuk mund të shtypësh dot të shpirtin tim. Po. Dhe këtë ku e kam parë? E kam parë tek të drejtat e afroamerikanëve. Doli një grua, tha, me 4 klasë jam unë, tha. Ma të drejtat e mia shoqërore i dita. Ti nuk mund të më thuash mua, tha, nuk i pëndot në autobusa se ti je me ngjyrë, tha. Ma gjeni kush në ligj, tha. Në cili ligj është? Ma gjeni ligjin, tha. Dhe ato vajte ka dhe film për atë qëllim, vajte dhe i thanë zotrinjve të vet, i thanë ne nuk vim më. Po s'vini më ju, tha, familje tona, tha, vdesin, tha, bëjnë çfarë doni, tha. Ne rim pa bukë, tha. Po nuk vim më, tha. Ju kemi respektuar, ju kemi mbajtur familjen, nuk ju kemi vjedhur asnjë gjë, por ju nuk mund na trajtoni kështu. Dhe ditën kur ata vajtën i morën me makinë vet, pastaj thanë, lere se që nga gjë kjo punë, lere një autobusin. I kanë fitu me forca ata. Kur thamë ne atë deon, shikoja Morgan Freeman, ishe kthyer në Mississippi. E di pse ishe kthyer Alba? Sepse shpinën e tij kishte bërë shkollë. Sepse thoshte nuk dua, thoshte që të kenë, nuk mund të bërtasim, thoshte, që duam të drejtat tona dhe duke shitur krak. Po. S'mund të bërtasim duam drejtat tona pa shkollë. Hajde në uluni këtu, thoshte. Ju a paguaj unë mësuesit, shtëpinë e vet. I thanë ata, po ç'më duhet mua shtëpia, unë vetëm jam. Çfarë duhet? Unë kam gjitha. Kam shtëpi të madhe, kam pasuri, kam famë. Po çfarë, s'kam shpirt. Kur kthehem në vendin tim, ta nuk gjej më shpirt. Ka humbur shpirti. Ne kemi humbur shpirtin, e kemi shitur shpirtin. Prandaj tash. Më saktë kemi shit, po. E kemi shit. Dhe unë ja kam thënë këtyre u vjen keq. Ti vetë e kritikon, pse shati ministrin? I thash, më fal. Ke dëgjuar ndonjëherë t'ia përmend burrin, vajzën? Unë e kam inat këtë. Edhe në politikë, kur përdore e kam shumë inat. Nuk mban. Shiko, mbaj unë për përgjegjësi absolutisht morale për djalin tim. Po unë mbaj përgjegjësi ligjore. Nuk mund bash ti përgjegjësi për prindërit tu. E drejtë. As prindërit tu për ty. Ti e mban përgjegjësi para Zotit dhe ligjit. Për veten tënde. Dhe për veten tënde. Por ama një veprim i joti si prind unë dal dhe them po. Më falni. Më falni. Zotri. S'dua ta përmend se është piktura, djali një piktori të madh. S'dua t'ia them me fare. Se s'dua ashtu. Djali i tij pati një problem që u akuzua për në moshë minorene, për një veprim një shumë moral me komshi, jo shumë moral, po të dënueshëm me komshien e vet. Ai iku nga drejtori një institucioni që ishte, sot vazhdon punën e tij, nuk ka planuar kurrë, është njëra njerëzit më të nderuar në fushën e vet, nuk ka planuar kurrë të marrë asnjë post, sepse ka thënë unë e kam mbyllur me këtë punë. Më gjeti, do ta kaloj, sepse është e fajin. Por ama ka, shiko, të erdhi fatkeqësia. Po reagimi jot, cili është? Se unë nuk akuzoj dot ministrin pse një në Pogradec apo në Delvin apo në Has zihet. Por ti reago më zonjë. Ti merr masën Del hapur, po. Ty të videt dhe sepse ku qëndrojmë ne? Pse ne ajo që tha 30 vjet ju, e kam diskutuar me studentët Alban dhe i kam thënë kështu. E di cila është dimja ime më e madhe? Dhe kam thënë dhe në televizor më kanë thënë ja, s'është e drejtë. Dimja ime më e madhe është që ne edukuam një brez dhe vazhdojmë që korruptoj dhe korrupton. Në ç'kuptim? Unë i jap apo juve i jepni fëmijës apo zonja juaj, i thot, merre këtë zarfi dhe jepja edukatores. Ta ketë kujdes edukatorja dhe kujton ti se fëmija se di çfarë ka. Ti i merr mësues dhe ai e shikon që ti përveç se i jep edhe një 30.000 lekë, i jep edhe një shishe verë për kënaqësi. Se kështu e quajnë. Po, që fëmini me korrupsion. Dhe ai mësohet me korrupsion dhe thot, ç'a të keqe ka thot? Shkthyn kulturë tek ne. Çfarë të keqe? Po ju them unë. Shkova në një universitet, unë i thash, filluan kështu, e thash, aty u bë një pyetje. Po, sa prej jush jeni gati të paguani provimin që të marroni punë me mua? S'flisit, doli një profesor, ju a them mund, 8% ta janë gati. Lere ta qiqemi kopta. 8% thonë t'i japim kaq lekë dhe mbarojmë punta. Edhe heqim qafin.
Po i thash ja e hoqit qafe. Qa kuptuat nga jo? E qënë si ka tha. Duam kartonin dhe kaqët. Ajo tregua shumë i sinqert. Me atë. Dhe unë duke qeshur i thash, ti je deri tek pesa. Pastaj po mësove më shumë i thash, gjeje vetë në notën tënde. Dhe këta qeshin të gjithë. Ati. Po pse preso? Po treguaj sinqert. Unë kaq di. Për kaq kemi ardhur. Ju keni ardhur dhe më thoni mua pastaj që ne, sepse jeni në një fushë elitare. Nuk jeni në një fushë. Shiko, Shqipëria mund të ketë 1000 ekonomistë të mirë. Mund të dojnë 1000 programues të mirë. Ama artist, mjek, shkrimtar janë me kokra. Janë me kokra dhe po Dhe po mbarojnë, zhduken. po mbarojnë, po zhduken. Nuk kemi. Ne presim që të prodhojë diçka Visarxhiti, Fatos Kongoli, e të tjerë. Shko tek të rinë, pyeti, kush do të merret me letërsi? I thot, dava letërsie, kush ja pa ajri? Me arti, Igor dava arti. Po të bëjmë si Gaspaja po, thot. Pak shumë thot jara. Diskutoj herë, biles ma e men, kam vënë re shpesh këto prindri që i flasin anglisht fëmijëve dhe në fillim ishan konfuzi herë, po i shifsha, kjo është një fenomen i 10 viteve të fundit, sidomos pas 2020-s. Edhe vetë fëmijët flasin anglisht. Po, edhe domethënë po mendoja që a janë që kanë ardhur turista, janë rrit fëmijët andej edhe s'kanë ardhur në vera, kanë ardhur në dimra, si o puna derisa e bën shokni, rreth e qak me ai, thash, po pse i flet anglisht? Po. Se rrin këtu gjithë ditën. Edhe i thash, po foli o burr shqip, i them si, mos e shqipen këtu e ka burr, të mësoj anglishtën. Do të thonë është një nivel. Jo, nuk ka ndonjë gjë të Një keqe. nivel i frikshëm. Shiko, e di si më tha një shofer, më thash unë kështu. Më thot mua, po profesor, mire ke ti më thonë, po. Mirë unë që jam pa shkollë, tha. Pse? Po unë tha shkoj tek ai bosi tim tha që e kam në filan. Ma tan teku, dhe ke parasysh. Procedura rezidenciale, ha. Po s'pindej do t'i kafe orë burë, thot. Me zimer e vesh me gishta. Qalli këti, s'ka tha janë të gjitha kamarere të ukoj. Po, Dhe kjo më kujtoj, i kam pa. më kujtoj një moment, unë nuk e ndjek portokallin për shumë. Tha, por ishe shumë e bukur e së salorati. Filluan këta i thoshin njëri kështu. Po ti tha, po qalli, keni më qura, tha. Ama më të na që mëndet jo jogu jo kështu. Unë e kanë gjetë për vetën time, tha. Që, o shkojnë në Greqi, tha. Di kamareret flasin shqiptar, gjithë në hotel flasin shqiptar. Ka 20 më bota, s'ka nevojë të dish as gjuhë as gjallë. Në supermarket shqiptar, në farmaci shqiptar. Qalli keni? Pse mundojnë e kod nga jugu, tha? Merr makinën dhe ikni, tha. Pra të arish në atë kohë, në atë që kjo është e dhimbshme humori i tij, por shikon dhe një gjë, çfarë? A ka artist në botë që sa do keq të jetë vendit të thot ikni jashtë vendit tuaj. Harxhoni parat tuaja. Ora, ka artist, për shembull, më thoni mua një artist këtu që del për një kauzë, asnjë. Dhe kur u shëm teatri, mirë apo keq, nuk dua t'ju diskutimi. Po si u ndan artistë të PD-s dhe artistë të PS-s. Artist kundra dhe artist pro. Është një dokumentar që tregon për 3 djem që i akuzuan kot se kishin mbrarë 2 bile, jo i përdonuar e nese. Për krah tyre ndoqi derë më derë gjyqin Johnny Depp. Dhe i thanë çfarë ke? Unë ta vishesha me të zeza, tha. Një herë, tha, se që mu tek ta mora dhe atë të mami, tha, dhe i futa një me të zezë këtu, tha, kota. Kota mëndja ime, tha. Që ja futa me të zezë, tha. E diti që më thoshin mua, tha, që ky është i urdhit i kultit të satanait. Edhe më rinë shuta, dje me vajza. Dje me vajza, tha, u largua. Ore, unë ja fusja kot me veshje, tha. Shikoja tha ndonjë film horror dhe më pëlqente, tha. Shumica nuk i pëlqente. Mua pëlqente, tha. Nuk e di pse më pëlqente, tha. Dhe më kujtohet, jo më larg se pardje nuk e di po e lexove, Mick Jagger. Së bashku, shu quhet besoj. Së bashku 80 vjeç, së bashku me një tjetër luftuan që 20 metra larg urës së Bristolit në Londër, fituan gjyqin pas 2 vjetësh që mos të ndërtohej pallat në favor të pronarëve. S'kishin gjë fare. Ore i tha njëri, i tha njëri, por ti i tha Mikit, apo ti je matan urës, tha, dhe s'ke as një pron këtu. Jo, more, tha, po kur të vi rada time, tha, do vi njeri aty tek prona ime, tha? Po pse kështu e doni ju, tha? Mentaliteti, po. Dhe ai kishte marrë me vete dhe një aktore të famshme. Kur çështjen, kishin paguar vetë. Kur doli kjo i thanë, sa të detyrojmë? As i gjeta, as falenderit, se bëra detyrën time si qytetar. Dhe ai pagoi avokat, po avokat, studia avokatie, që ju e dini sa janë dhe sa kushtojnë. Po pse?
Për kë e bëri? Për veten e vet? Për pasurinë e vet? Ore, normalisht kjo lloj formë Kjo është kretë normale, më. është gjëja që ne presim çdo ditë të bëhet. Veç përfitimit emocional që merr. Është burg, është dreka, është dreka darka, është vakti që duhet ta hash shpirtëror. Tash është kthy në një formë që këto nuk e konceptojnë dot më burr. Madje Jo më çfarë fitoj unë tot ai. Se nuk më pëlqen me i tregu, po një ndër sipërmarrjet tona ka qenë edhe janë ca pemë tek rrugët tona, rrapa, nuk e di ç'a është, po bën zgavra në trup. Po, Domethënë bën si gropa. Fatkeqësisht shqiptarët e quajnë kosh plenash ato. po patjetër. Edhe i mushnin. Domethënë lëkura banane, shat kishin dorë, fusin ke këto zgavra. Po dhe po ashtu ja hapin vetë ndonjë zgavër. Mundësisht, po. Edhe bëhemi bashkë si grupi i ngushtë, edhe themi, shiko, si t'ja bëjmë, ta rregullojmë këtë pjesë, edhe mendum që të marrim kështu rrjeta plastike me hoje, po të butë që pema kur rritet ta shqyet, ta hapi. Ti rrethojmë, ti presim edhe ti rrethojmë në atë pjesën ku është zgavra. Domethënë, masi ti pastrojmë. Edhe po dilnim tuke rruga, po e bonim këtë gjë. E ç'a jeni ju të bashkisë? Jo, i tham ne jemi qytetarë. Mira shkurt. Reagimi që nervoz, reagimi që agresiv. Edhe mas ju shpjegonte, gjithë pa përjashtim, nuk ma e mend këtë dal një njëri nga ato të merte shpjegimin e thota bravo ju qoftë. Reagimi që zili qarë, i keq, i ligë, një lloj reagimi sa edhe ne u bëm nervoz. Domethënë ishim nervoz gjatë procesit. Sepse ai të tron. Një lloj ndjesie kështu e çuditshme. Shiko, Alban, këta kanë një zakon që o e kanë një instiktiv shpirtëror, sepse duhet studime të gjata, ndoshta për shqiptarët. O e kanë të ushqyer që këta duan të bëjnë si vetja. Duan të tërheqin te llumi vet, te bataku i vet. Vdesin të tërheqin te bataku i vet. Ajo është kënaqësia më e madhe. Të tërheqin te bataku i vet. Kam dëgjuar një deputet ish prokurorin Arjan Doj, që tha një gjë shumë interesante për mua. Ore ta fajnë e kemi vetë në ta. Pësëja ta na e ka gjetur mendjen tha. Provokon një 2-3 nga këta tanët që kërcejnë me vraptë. Atje edhe ikën gjithë seanca ta. A kemi ndonjë hall? A kemi për të diskutuar gjërat këtota? Seanca bëhet si më the ti të thashur. Më jep një minutë se ka replik i sharje ti që më shave mua. Po pse më ky është kry procesi, e morëm rrogën. Ky është kuvendi i Shqipërisë më. Por të vran një fëmijë, nuk u mblodh njeri nuk u. Të vran një fëmijë 10 metra larg prokurorisë së Republikës së Shqipërisë. Dhe kjo është e rëndë, më tha dikush. Kush është e rëndë i tash? Kjo i ngjani tash brigadave rose kur e hodhën i tash Aldo Moron mu në sheshin e parlamentit për treguar ja kush jemi ne. Ne ju vrasim dhe hedhim kufomën në mes të ditës dhe ju jeni të paaftë. Kështu jemi ka ta nisur neve. Jo, por Italia e mori veten, se më në fund ta kështu ta, po ne futim ushtrinta. Ka dhe dajak. Sepse në momentin që ti nuk merr vesh si shoqëri, kërcet e druri. Dhe sepse ka një problem i thash. Edhe e drejta e njeriut duhet të jetë proporcionale. Kur ajo dëmton komunitetin, është komuniteti në datë pa, nuk është drejta jote. Ditën që ti, si njeri, unë, bëhemi rrezikshëm për komunitetin, të drejtat e mia civile marrin fund. Po, s'ka më asnjë lloj. Dhe kush i rre mendja se këtu nuk ka nevojë të më thuash, aha, si Enver Hoxha, jo si Enver Hoxha, jo. Vendos diktaturën e ligjit, të së ligjit më nuk e kuptoj këtë mohabetin e lidhjes. Enver Hoxha ishte frekacak. Unë nuk dua që djalin tim të më dojë se unë jam autoritar dhe i shti frikën atij, të ketë respekt për mua. Pik, unë nuk dua që asnjë student të ketë frikë në mua, të ketë respekt për mua. Po e pati ç'është e ti. Po të vesh në atë batak që ti thuash, atë lajmërojnë që ka ta dhe bashkip se e bën ti, po jo, po çrënd si ka, e më hiqi këto se, pa kemi arritur në një fazë që dhe ne merremi si këta. Dhe bile qeshim se një kohë, do të thënë, pata një problem, unë edhe mlashi çik mjekës si puna, jo se ishte kështu operacioni dhe nuk duhet që të ngacmuar. Më tha njëri profesor, tha se s'kam parë, kështu tha, po e tha, mos e bën që musliman tha dhe spik kështu. I thashun, me thënë drejtën, i thashun, kam dërmend t'i futem sa i rrugë, se kur shoh sa pini ju dhe aromën tuaj, i thash, nuk më veten mendja më të pi. Pra, një shoqëri që fillon, shiko Alban, ne jemi në mes të Tiranës, ja ku janë lagjet tona. Ju dini në mëngjes për punë, unë dal për punë. Çuni vajzat e gjithë.
O si mund të gjesh ti në orën 9 njerëz që pi raki dhe gjis. Po. Dhe s'kan asnjë qëllim në jetë, se këta s'kan asnjë qëllim në jetë. Se dikush thash pensionist, le të jetë pensionist mos o tritën. Pensionist para pesot që unë flas se to fol komplet fjalët e mia. Shko punon. Jam i qetë. Shko punon baçën pensionistin. Rallon lulet. Del me gruan i thot aj se është një çik fresh sot, bëj një shëtitje. Pap që mëngjes. Se su bë gjë. Po si që në mëngjes ti Pap të që konsumosh. mëngjes. Dhe cili është modeli që jep ti nipit, mbesës, ati që zbret në pallat? Marrin mësuesit, se shpeshherë unë jam me mësuesit. Po ama dhe mësuesit duhet jetë me veten. Si sot i diskutimi i madh është a na i hodh në rrogën edhe pagën e grupit? Po pse ky ngeli problemi që të shtuaj 20.000 lekë të vjetra, kur harron që aty 20 mijë ai do ta marrë tatim? Po ti të ka hequr dinjitetin. Ti nuk ke mjete didaktike për të punuar. Ti nuk ke më motivim për të punuar. Ti s'ke mjedis për të punuar. Ngrihet ministra e Arsimit dhe thot, i kemi gjetur një emër, thot. E kemi pasur në para. Shkollë me ushqim. Cilin ushqim? Ushqim që e marrin në shtëpi, ku e han? Kush është mjedisi? Se u elmuan ca. Ati, presin të elmuan prapë të tjerë? Janë elmuar dhe para një viti në Gramsh, po e kam mbyllur gojën. Janë elmuar në Bulqiz, janë elmuar në Dibër, unë i di gjitha, edhe gjitha vitet, por nuk duhet marrë kohën tuaj. Dhe në atë kohë thoshi një herë sapuni, një herë kjo. Po dakord se më thoshte i gazetare, pa adha ti do dalësh kundra çdo gjë, shqyqy që i bët me këmbguljen tonë. Dakord me këmbguljen tuaj. Unë i thash kam vite që e them, haj me këmbguljen tuaj. Po ju afal këtë, i thash që është iniciativë juaj. Dakord, ti e mban derën orën 2. Në fund pastaj i thash, po e mbyllin bisedën me një pyetje. A kanë vend ku të lajnë duar? Si ta shko në për shkolla me që e gazetare hyt dhe shiko, a ka detergjent që lajnë duar fëmijë? Dhe ka ujë të ngrohtë dhe të ftohtë? Nuk ka. E dini... S'ka bazë, minimumin. E dini Alban te Ora News isha i ditë, unë e nxori gazetarja. E di cila shkolla që nuk ka banjë? Sa larg Tiranës është? Që është bërë edhe s'ka tualete? Në Baldush. Në të Baldushkut, ishi 3 fëmijë që rrini, thonë çfarë presin? Ja se ka shkuar Albani shoku jon, të mbaroj punë Albani dhe po e bëjnë roje që mos kalojnë vajzat. Po. Pastaj vinin vajzat dhe vinin këto të fshatit. Zonjat e fshatit thoshte hajde të shtëpia jon, të keqen nëna. Mos rri këtu brava ferrave. A e kupton se është gjë banale kjo që po them. Po ne kemi Po realiteti më thoni pak. s'është më banale ku më bëhet se realitet. Keni parë ju bashkia e gjëja e parë që do bënte, do bënte transportin e fëmijëve për të minjanuar edhe trafikun. Sepse një makinë me një fëmijë. Po në qoftë se një furgon me 20 fëmijë, a do jetë mirë all trafiku? Sigurisht do jetë. A ka, do ketë, gjithë kryeqytetet ka. Nuk e vënë në dyshim. Po Tirana ka në çdo orar. Tirana nuk është se ka në një orar. Se ti sa e çon fëmijën, unë ishte kafe përballë ta marrë se do dalin në shkolla. Se fëmija e klasës së parë vetën orën 8 dhe në orën 11 pa çelëk del. Po të lloj kasapane këtu se vinë gjithë makinat e veta. Pa të përthash. Po të ketë një korsi ku të rreshtohet gjithë makinat e shkollës i zbritet. Shko në për shkolla dhe pyet. Ku është ashensori? Ku është rambi ose pjerina që do futet fëmia? Shko që na transporti ashtu quajtur publik. Ke parë ndonjëherë tulet pedana për atë që është me karrocë? Ai ngelet në mëshirën time dhe tënde, që them jo çuna hajta kapim ta zbresim çik të më. Se gjunaf. Po s'është për gjunaf ai. Ai është një njerëz që ka plotësisht të gjitha të drejtat. S'kemi dalë për gjuna unë dhe ti. Se këtu, çfarë ndodh Alban në përfundim domethënë për ta mbyllur. E them me zë të lartë dhe dua po të më jepet rasti ndonjëherë do përtas. Ore mos na i shqisi të drejtat tona për privilegj. Të drejtat tona këta po na e shesin si nder. Që ti thuash falenderit. Pra të zvariti deri në atë kohë, deri në atë që ti thuash pasi e merr, falenderit shumë. Është e drejta ime kjo më. Ti ma shet për privilegj. Dhe së fundi, pushteti ju kam thënë këtyre, sepse thot pse i kritikon. Ore pushteti, kush u ka thënë ju që ti jesh ministër është privilegj? Është përgjegjësi më. Se shumica e këtyre thot pse o Zoti i Madh më bëre tani. I qyjnë vit më burr. Unë e kam merituar 10 vjet më parë. Dhe kjo të kujton kë. Se mendimtarët e shekullit, mendimtarët e viteve 30 të shekullit të 20 në Shqipëri kanë qenë shumë të jashtëzakonshëm. Po të lexosh
Branko Mergjani, Zavalani, në Mitat Frashi, Mehdi Frashi, këtu. Mehdi Frashi ka një shumë bukur udhëtim nga Tirana në Gjirokastër, e ka votuar profesor Plasari, një nga mendjet më të ndritura që ka Shqipëria. Edhe tha, shqiptari tha, është ati soi tha që çohet në mëngjes tha, rruhet tha, ha buk tha, pi kafe, vë një frak tha dhe një papjot e thot, pse o zos më bëre kryeministër? Nuk pas ministër. Po thot, pse o zos më bëre kryeministër? Pa imagjino, çfarë shkallë të lartë e vlerësimi që kemi ne për veten tonë. Dhe kur vjen puna për të dyja ato themi, a mëse një fund Albani në bord, mbajt mend që ka qenë aty, ka pas shok atë. Po ti thuash atij kushëri të vet, nuk ja prishaj. Do vemi të kapim atë, japim një dopje dhe mbaron. Jemi katalistë në këtë pikë. Për fat keq. Nuk po funksionon më asnjë lloj gjoje, fatkeqësisht edhe nuk po rregullohet. S'ka institucion. Tu është bo, unë kam paj video në Rumani që i mershin deputetët i fuqin kosh, plerave. Po në Rumani. Edhe është bo me boj gjotin, nuk e dis. E di pse? Po e di ti qa studentit i themunore bëni Erasmus ju, bojnë impresor. Po pse s'vajtet? E ko të shkoj shimre në Rumani? I thashu, më fani, thash, unë e di që shumica e shqiptarëve, thash, në vetë pranojnë dy gjëra për prejardhje. Çfarë preson? O vinë nga lordët anglez, o nga markezët francez. Po fatkeqësisht tash i ka qelluar që t'jeni. Unë e di që ju të parët tuaj tash janë lindur, po ju a them kështu tash me pak humor dhe dialekt, janë lindur tash në oborin e Versailles. Po hajdeni me këmbë në tokë. Ju zotnia juaj tash nuk veni në Rumani? Po a dini ju i thashu ku i ka bazat kultura shqiptare, po do një dhe teatri, Viktor Eftimiu e të gjithë, ku i kanë? Ka keni dëgjuar ndonjëherë? Se nuk ti të thonë urdhro. Atje. Ju nuk shkoni në Rumani, tash? Po ku doni të shkoni ju i dhe? Për shembull i thash, në La Coruña do t'i pëlqen, se çfarë do bëjnë te profesor? Është një nga universitetet më të mira që ka dhe një konservator arti, nëse e dini tash. Se ta njëri në Spanjë, po edhe në Spanjë do të shkojnë në Madrid tash, se keni takim me mbretin. Do të takoj mbreti fillimisht juve, t'ju jepni me mbretit i tash, e pastaj të vazhdoni. Ore, a jeni i thash se ka mendu njeria gjatë, sepse se ka kuptu fare. Erasmusin, do të thënë, mua më erdhën dy student që po diskutonin na jashtë, profesor tha, falenderoj shumë të kështu, sepse i flisa, pastaj i fola dhe u adash dhe materialin anglisht, që ta kishin. Profesor, falenderoj, tha po, ishte mundim një kohë, mje keq t'ju asë. E kemi ndirë vetën mirë do i dyku me ju, të tjerë thoshin që s'kemi detyrën e t'ju japim si anglisht, bëjnë që adonë. Vetë keni ardhu, bëjnë e Gjiro Tiranës, me një ato leke e mirë jeni. Pra ne e delegitimojmë vetë veten. Kur ti nuk e respekt për veten, pse do të ketë respekti huaj për ty? Për çfarë? Për çfarë? Ma thoni. Ti ke arritur në atë pikë ku ti nuk është se ke vetëm një kryeministër. Ai ka të gjitha në dorë. Ai është dhe vetë ministër. Ai del flet për arsimin. Ai del flet për shëndetësinë. Ai di për rrugën. Ai di për infrastrukturën. Ai talli me kryetarin e bashkisë. E bëri Lolo. I thoshte ik atje. Tallu ti me një kryetar bashkie jashtë shtetit. Shko tallu në Kroaci dhe në Sloveni. Ik po ta mbajti. Shko po ta mbajti në Sloveni dhe në Kroaci. Është i atij niveli që thatë juve. Shkojmë te grafi, hajde ti këtu ma jep atë fletën, pim një dopje dhe ta shkruaj unë. Dhe kjo të kujtojnë ata kryetarët e fshatit. Ky si kryetari i fshatit. Ky është kryetari i fshatit. Ku fshati është në nivel, e kupton cili është fshati, dhe shkojnë. Ore, më kujtojt, do të thënë, se tonë, shqiptarët kanë qenë gjithmonë kështu. Nuk kanë qenë kështu, Alban. Dhe mua kjo më vjen keq. Është një libër shumë i bukur e Qeren Bejvlorës Kujtime. Po nuk e ke lexuar mere. Ai ka libra shumë bukur, na to mori në Vlorë etj etj. Dhe do të tregoj dy ngjarje që ta kuptoj kush janë shqiptarët. Vetë ata tek në Novoselta, te toka tona. Dhe takoj Albanin i them, po on tha, i fryrë, ti alisura Bejvlorës ta, i tha, 90-ta. E thoshte vetëm, e pranonte vetë. Sepse përpara se kësaj të them kujtime, thoshte
tani thoshe që jam në një moshë të caktuar dhe që kam parë shumë dhe kam edhe shkrimet e babait tim e tjerë e tjerë, më lindë drejta të shkruaj, duke parë me sy kritik veten time rreth parë. Dhe ai ka shkruar letrën Berit, Alban dhe ishte shumë e dhimbshëm, thoshe, merri të gjitha, po të lutem thoshte, ka babai 20.000 fletore shënime, se babai i tij ishte ambasador i Perandorisë Osmane në Vjenë, në perandorin austro-hungareze. Imagjino tani, Syria Bej Vlora dhe ky ishte nipi Ferit Pash Vlorës, kryeministri të vezirit të madh të Perandorisë Osmane. Pra kishte një të kaluar. Dhe në shtëpinë e tij është ngritur flamuri. Dhe është tonë tani. Ai balkoni ta në gënjeshtë. Nëse. Dhe vajta unë tha. Albani thash. Po vin votat, ishte viti 1921, për e parë votoj. Për këtë do votosh? Për ty jo, i tha. Si për mua jo, i tha. Po ne tha, po ne tha të kemi marrë në punë e kështu. Po mirë tha, a mund ta thosh pse tha? A ta them unë pse tha. Mund duket kështu ti tha, po nuk ka ndonjë gjë me ty tha. S'kam fare tha. Po me ke. Dua të shikoj tha si reagoni ju. Elita bejlerë të pasurit kur ju prishet qefi një herë. Dhe unë tha bura më. Thash, ja, s'qen nga kjo punë vetëm se po u je buk. Ti do të kesh dhe një lidhje shpirtërore me ta. Vetëm për kaq tha. Pra i e ndjente veten tha si një njeri ne po them në gjuhën tonë i trysnuar. Pra një njeri tha që ishte nën pasdore nga ne. Pavarësisht se ne kujdeseshim mirë e tjerë, dhe këtë nuk e them se ishte baba im tha. Ai tregonte ca rregulla shumë bukura, po për këtë. Pastaj thoshte ai tek vlerësimi i lartë që kemi ne për veten. Pastaj thoshte gjëja më e bukur, thoshte nga to mori në Berat, thoshte kalova në Kolonjë. Do kaloja mushkat, thoshte, matan. Uj, thoshte, mos ma mate. Edhe ishte ca që pinin matan. I thash, o njerëz, si jeni mirë ta. Por sa lek doni të ashtu mushkat, ase prishtë të Terezin ta, ashtu doni pinin. Erdi që aja im, ç'kemë ta? Sjorë tha, i dash lek atë. Ande mua e tha. E di unë si me rashpesh atë. O, ju bejlerët e kraut andej, unë ngritën ata. A mund ta ndihmoni ne gallarët e kraut këtej porta? E morën mushkat, i shkarkuan. Atë unë zora qese, sa lek doni. Mjafton që na te bejlerta. Faleminderit shumë zotrat. Rrugë të mbarë. Janë histori të vërteta të shkruara, pra nuk është I përjetojmë një dim. Ja, edhe të vi uaj këtu, se më kujtojnë na ky rast, më tregon dhe një fshatar, dhe si e kanë këta? Ta them unë, po ndërtoni rrugët austro-hungarezët, dhe njëri tha vende gjithmonë ta ulej atje, ta shtrije, mirë ta përvishte mëngët, i fuset e ujit, e të rak i gjisë. Një dyeri thot njëri, se austro-hungarezët kanë ditur shqip shumica. Na për shkak të albanologëve famshëm edhe ata mësonin. Nëse. I thot si shkon mirë. Nga vje, na ky fshati këtu ta. Sa burra ka fshati? Po nja 200, po njeri ta. Ata 200 burra ta që keni ta. Pse s'vjen të punojnë ta kundër i pagesës ta? Po ta po them mirë. Po mirë zotrote pse s'vjen ta? Unë desat kur ju shoh që punoni ju për mua ta. Më falë, se i tha kjo, unë do ikim ose do mbaroj lufta i tha, një ditë. Kjo rruga mbetet e juaj. Unë vdesit aty shoh juve duke punuar. Ky është realiteti i dhimbshëm. Njerëzit thonë, jo, po ne shqiptarët tregoja pra. Ne shqiptarët adorën 7 veta për naftën. Se përmendin 1-2 armët kimike. Lere me armët kimike. Se dim ne historinë e armëve kimike. E dim ne historinë e mjaftit si është. Sa paguaj, kush paguaj dhe për çfarë paguaj. Se s'kam dalur ne ty me mjaftin apo? Po. S'ke dalti. Absolutisht. Ishe më i riti. Po. Mund të bëje karrierë në atë. S'do ishe te kjo zyra, s'do diskutojnë te kjo zyra ne. Do diskutojnë të ndani parat bashkë. Po. Dakor? Që ta thënë troç fare. Se ka një mënyrë. I them unë. Profesor, i them, ka një mënyrë. Cila është mënyra? Pranoj thash që do marrësh para, do vrasësh njëri dhe fri gjumra. E bën dot? Po. Fiqe, faqe dhe bëje. Ama, ditën që ti mendon për të tjerët, stop. Stop, më zotri. Stop. Sepse dy janë profesionet, po të vinë tek misionet, më saktë. Që ne kemi humbur, prandaj kemi humbur atë që thatë ju komunikimi. Dy janë, mësues dhe mjek. Mësues dhe mjek.
Ti nuk komunikon me nxënësit, i thua 4, 5, ik, dil për jashtë, çau. Mjeko, mos u bë kështu dhe ti tani. Po, vdiq, kemi çai boj. Shkon ti, ai s'të thot cila është historia familjare gjë, edhe ik. Të bën një gjilpër, po se di unë që ishe alergjik. Pse s'te o burr? Shprehje tipike. Ose shprehja tjetër që e kam gjetur vetë te njeriu i afërt. Kemi pasur një humbje sfundit të afërt të familjare dhe kryenfermiera. Shiko thot, do vi doktori. Pa e ka një çik problem komunikimin me familjarët ai. O, i thash se çfarë është ai? Ku studion ai thash? Ai bën kërkim shkencor, i thash te kavjet apo merret me njerëzit? Pa e kupton, e kemi parë për filma, që ai del, ja sqaron, ja thot për gjërat e tjera zyra ime është tu. Ti thot ai komunikim me familjarët e ka problem. Po e ka problem ti iki. Ti iki. Liro veni vëllai. O hap laboratorin tënd, mo zotri. Ore, më fal. Puno si dush ti. Alban, në momentin unë i them kështu, e di cili është profesioni më i mirë që mos ta vristin mendje për njerëzit? Preso. Merru me kompjutera. Fototek, futja një bam, shkatroje nga inati, edhe fut pastaj fleshit e motherboardi, merri prap materialet edhe bën një ekran të ri. Tu tek, do të shkatroshi, do të prishësh, do të shkarkosh inatin tënd. Mos u lodh, mos e shkarko fëmijës, as pacientit. Bjerja saj bam, e bëre copa, thua shpëtova. Rri 5 minuta pushim, thua mos e ja futa kot, priti marr prapë se fillojnë me e para. Një ekran do blesh i tash. Sa kushton? Nuk e di sa kushton i. Po sa jeta një njeriu nuk kushton. Sa ta marrësh ti një fëmijë dhe ta degradosh, nuk kushton. Apo e ka gabim. Po. Se ti e ke degraduar në kopësht. Ju ja thash. E ke degraduar me këtë. E ke degraduar me faktin. I ke dëgjuar ti se çfarë bëhet me kopshet që kanë mbi garkesë. Ke thonë si shkon mirë. O, zonjë shumë mirë. Cili është burri jot? Albani, ku punon? Në finanvë private? Po. Kopësh me drejt. Po pse? Ava se ka mundësi ai. Hitet na shtëpia, na puna, në shtëpi vetë e merr. Më fal të them edhe për sa për këtë kopshteve si o realiteti. Që e ke detyrim. Kam qenë i punësuar i periudhë kohe, në 2007 afërsisht, te Qezhef, që është qendra kryesore. Që sot është teritoria e përgjithshme e kopshtet. Po, ka ndryshuar. Do të them se çka kam pa unë. Edhe çka muhabete që janë bë aty. Që dim se çka bëhet me kopshtet. Një vidhej nafta nga të gjithë punojësit e qendrës, duke filluar nga drejtoresha, nuk do përmend emre. Po mos ka rëndësi, ne po themi pa. Edhe firmos ti për 3000 litra në muaj. Kush do firmos? Më fali thash, po unë nuk jam bot furnizimi, nuk bëj furnizim nafte që të vej firmat. Iku. Ora, anko mund ke ju i thosha për 1, 2, 3, 4, 5, shko anko. A ti ke unë i thash? Ike unë, se kam problem. Ike ke zyra ti, i them, ti nuk jep naftën e duhur për me kry punën ata, të detyrohen me marrë nëpërmjet meje, si kur unë gjast me po harxoj me makinën time të punës. Jo, po, praktikisht doshin me vjedh. Nga i parit e i funit skenat të tipit njerëz të cilët nuk janë në nevojë ekonomike, funksionar të shtetit, funksionar të institucionit. Gjej vetë, më shko, gjej një vend tjetër. Kjo qendra ka pas edhe kopshtin e vet poshtë. Ka pas edhe i kopsht vetin, do më thonë në patrona, përveç kopshteve tjera. Skenat të tipit vje kolegu, hapet xhami i makinës, kavanozi me reçel. Po, vidhej mishi, vidhej reçeli, vidhej kot. Këto janë, kanë arrit me i pik, dhe kanë degeneru në atë pik, sa vjedhin për sport. Për sport, po, do të qenë të qëtë shpimë. Këne nga krau tjetër boshin moral besimi, më thëmë flitëshin për Zotin. Laje ti makinën, se t'ja pun tolona, më thoshin. Tolona i thosha unë, hapsha makinën, ja ku e kam tolona, ti thoshin. Po jo, nuk është kjo Alban. Personale, shiko, o fut në... Nuk di që atë them, nuk du me hy historive më thella. Ka qenë një mision i herë që doshin me kap një nga drejtoreshat e i kopshtit tjetër se i vjedh fëmijëve. Edhe bom fotoni. Do më thënë, bom ca foto për me kap ku po dilte me ato qese që i merte e shkretunë. Edhe se gjynafta i vjedhin fëmijëve, tha, edhe jo ktheva i thash, po ju s'lat gjë pa vjedh më burr. Po pikërisht. Nuk njiqin dot nga puna se kishin frikë
sa hika vetë. I thash, unë nuk punoj dot këtu, i Për thash. të mbuluar Alban të gjitha këto, ne kapim atë që është i pafuqishëm. Pra këtu vide dynjaja dhe ne shohim pra Kapim rojën ke dera. po pikërisht ma të shtrejnë në krunde, thot populli, dhe të lirë në miell. Se këtu nuk bëhem. Shiko, ta të kujtojnë dikur ka qenë fabrika e famshme Tarabosh në Shkodër. Edhe aman breta, ama se bata, zdo mjeti më ta, rand dakord. Pas një jave kër i shef roja, qa bëni mërta, se jeni bura ta. Mban buri kështu ta me u korrita për një qese. Jo rita njëri se kemi problemi kësa, po qa? Nuk na beson gruaja ta gjeshim në punë, ta. Nuk vodhëm për të, ta. S'na beson gruaja. Është bën Pra normë. e bën normë ta atil, ku ti një moment që nuk sjell thua, Ka i gjë që O, shko, ba, kush ka i gjë mishi? që shko me ty. kush mishi, kush sallami, kush djathi, se ai s'ka rëndësi nga vjen. Ai është fëmijë, ai do. Dhe ai nuk pyet. Rritet në një bollok që është artificial, Komplet. dhe kur i mungon ky bollok artificial thot, o babe, qa bëre ti për këtë punë? Këtë e bëjtë unë. Po shruga me e thjesht për të bërë, prandaj thash. Hej, cipën dhe e bënde ti. E bënde ti. Nuk po hyj fare kësaj gjëje. Ore, po më thoshe një me gjeret e kopshet. E kisha studente. Jo, ande këte, opresorët, atë pranojnë të vërtetët, unë jam dakord, po ne nuk hapim dot goje, kështu, po... Nesi, s'po hyjt asaj. Tha, po si opresorët, i thash, bëra kërkesi, bëra një shkres dhe u thash, më thoni çfarë lule, çfarë ashtu, që dikush na ishte ofruar ta që ti ashtu. Si o treqereku i detëvesh ato që më sill palma. Po çdo dhe palma i tash në obor, se oboret e kopsheve tona 5 metër katror janë. Palma vetë do 10 metër katror. Dhe gjithë të vend. Do 10 metër katror, do rozoj godinën. Po hajde gjeje profesor, më. As lodra, tha. As lule dorzonja, për shumë që kanë humur, tha, që ta din fëmijët, ta. As një lule tjetër karafil, trëndafil, të këti lloj, ta, ati lloj, ta. I tha, po si vjen trupo gra. Po thoni më 5 vazo. Po më i thashun 5 vazo i thoni ato. Po pse si thoni i thashun që të bëhet një projekt, sillni një lule në shtëpia. Profesor s'u vajt Rumenia. Ka fundin, Po ju s'keni mendje tash të vetë mendje. Po ju s'keni mendje. Shiko, po nuk keni mendje të vetë mendje. Ke shkollën Servete Maçi Alban. Ai që po e ndërtonte ishte një ish prind fëmijë. Ai thashë na, e morë shpërblimin po nga smoja. Nga rilindja. Dhe shikoj profesor ta projektin. I thashë ndonjë, unë nuk jam as i komandanti as i lali. I thash më ka shku mendja. Duhet të kesh mendje të shkoj mendja, i thash. Ju s'keni mendje. Ju keni menje për këtë itësh. Dhe i shikoja shkollën. Shkolla që futun në gjysëm në tokë, pallatet e ka rrethuar anash, dhe aty do ketë vetëm lagështi dhe ujë. Ke bajt atje në verë se unë kaloj për ditë. Shife atë bën me kujdes. Nuk ka nevojë ti thua ashtu të nxjerrësh shallin e Avni Mulës. Nuk e mbash shalli Avni Mulës. Sa prej tyre e njohin kush është Avni Mula. Sa prej tyre luajnë muzikën e Avni Mulës. Sa prej tyre këndojnë. Sa prej tyre kanë thirrur, sa herë ka thirrur Inva Mulën që të bëj një bisedë, që ka qenë asaj shkolle për shembull, po dhe sikur mos të jetë, ti motivoj që edhe unë kam dalë diku dhe kam shkuar diku. Ne kemi mbaruar më Alban në një shkollë të caktuar, ju, unë. Ara ka thirrur një toni orë. Ç'a punë e bëni? A mund të thuash këtyre studentëve që edhe duke qenë hidraulik ti je njeri i mirë dhe i mirëqen, hidraulik. Lere, me iq mua si profesor, merr atë hidraulikun. Edhe si sanitar ti mund t'jesh buri i mirë dhe grua e mirë. Edhe si roje dere, që mos t'i thuash si roja një gjimnazit, që gati u përlesha unë dhe dole një dy që më njifni që i thash ti të vit turp, se i tha, po dalim ne të dy, i tha, po blet cigare për mua, tha dilni të. Po ti s'vjen turpi të shën? Kujtë, mua po ty thash. Sepse çfarë edukate do t'i japësh ti? Unë kam qenë mësues. Pyesi ndonjë nxënës, e kam çuar ndonjë që të blej një paketë cigare? Asnjëherë. Kur? S'kam çuar fëmijën tim të blej cigare. Kur? Po që Kur? edhe s'është ndonjë problem, domethënë s'është edhe prap. Kur? Se vota dikush të dyqani se një djalin, se një djalin tënë.
Sepse ti i thash i jep gjithë fëmijëve, i thash pin baballar dhe ti u jep raki, cigare, po çat bëj u preso. A shkruhet tu, se s'ka ardhur dikush i thash, që të vëj një shqitit e thot ky dyqan është mbyllur se i ka shitur raki një 9-18 vjeç. Ta tregoj unë ti pastaj thash. Po bëni pall, ama presor se s'bëhet kështu. Jo si bëhet. Po, kështu bëhet. Po kështu bëhet. Kështu bëhet. Dhe mos të vi keq. Ti mund të jesh njeri i mirë, po nuk je njeri i mirë, thash se më thua mua ç'kemi profesor, merre këtë mos e merr. Dhe në ana tjetër i thash atij vetë i shet kush e shet letrat që dredi lashash? Unë i thash. Kush e shet alkolin? Unë e shet. Ti e shet. Por në pallatin e shkalojnë të gjithë dhe thonë, s'ka gjë, inshallah se mëson djalit tim. Jo, djalit ton do ta mësoj, thash. Pa dyshim që djali jon do ta mësoj. Dhe fajtori edhe ti. Atje, mirë, tash në rregull, më fali, tash miru pafshi. Edhe mbyll. Kjo është shoqëria ime. Jo vetëm është po. Dhe ne Nuk e di se kemi të pikën zero. S'kemi të pikën zero, jemi poshtë zeros. Jo, të shike edhe i ligj të ri, në fakt që nuk e di a kap zeron kjo, apo është në progres e sipër për me shku minus. Është miratu apo po miratohet, Lorena? Është në program ai. Ligji për ndrimin Për hormonal. ndrimin hormonal, po është program, e tha, kur erdhët ju, po më diqja zëvës ministrë. Thoshte jo, po bëjmë ca testime. Cila testime? Ti s'ke, të thash, unë kam pasur humbje në familje. Atje, që sigurisht, për çdo pavarësisht mos është e dinshme në krahun e bashkëshortes. Po kam vajtur atje dhe ti më ke thënë shko ble nazale. Nazale për ata që ashtu është që merr oksigjen. Më ke thënë tek reparti kardiologjist shko ble holluz gjaku. Po, kjo është tipike. Më ke thënë ble këtë ble atë. Ti s'ke ilaçe për onkologjiku, gazetari Osman Stafa u ropat. Dhe nuk i shkon njeri në mbrapa. Pse s'u mblodhën kur vajti bëri ai protestë. Po e lanë aty të vetëm. Edhe i intimidojnë. Sot, e kërcënojnë. I thonë ç'pun ke ti me këtë. Ç'do ti që merresh me këtë? Dhe kush? Pusetar të lartë. Po kjo nuk bëhet me video. Po më kujton atë fiks atë S'pe edhe me pamje. atë që më the shpar, që përmende shpar, atë që vishet me papion, vishet atë si jam bo kryeministër. Si jam bërë kryeministër. Sindroma Po pse tipike. Po më fal. A ke se nuk dua t'i bëj Ke asgjë edhe dua t'i bëj antireklam se më vjen turp që ta bëj. Se çka ka tha filan deputete e famshme e Roskovecit, se më vjen dhe zor t'i përmend emrin. Është një çik, është shumë t'ja përmendësh emrin, është mburje e madhe. Çka ka tha? Ajo është juriste ekselente, me këta dhe shtimit. Si më? Dhe kjo më kujton një këshilltar, ti Albani, thash, mua bet shu. Jo ora ti kështu. Ke komo çuni thash për ora. I ri aty. Por e ko të pyesë thash, sa vjeç je ti? 27. Masi thash, unë 30 vjet kam punë. Nuk kam asnjë. As numër vitesh nuk plotson valla thuj. Po shikoja dikë sot. Thoshte, Profesionin po tim. ka një doj për në një X vend. E kupton se nuk dua të kështu. Kam një përvojë të gjërë akademike 2016, 2024. E 2022, dhe e qënë dhe të gjërë. Thashtë me mundin time, mos folti që je që në 98, se të bjen tur. Dhe pse? Pse Alba? Sepse ky që përmëndëm, tha, unë një diplom, bachelori shu, të thjesht kam të arteve. Ky nuk do. Nga partia e profesorve këta u bën parti banditësh. Macho Lakrori, Ermelinda Meksi, Mimoza Afizi, Arta Dade, profesor Mejdani, profesor Indier Servet Pëllumbi, profesor Etemruka, profesor Luar Memushi, profesor Zydy Teqa. Këtë përmend tani më. Këtë përmend. Si më vjen, zëvendës ministrat kanë qenë Endjera profesoresh, Edira Gjymeri, profesor Simua, zëvendësit, profesoresh Ardiana Gjonaj e PD-s, e shumë. I kam thënë gjithmonë tyre, ore, hiqni këta të PD-s e nuk bëjnë si ministra. Me kënë gjajnë ministra tuaj të arsimit? Me profesor Macho Lakrori, profesor Luan Memushin, profesor Etemrukën, me kë? Ato i patën fut në fillim Me kë? për me kap terrenin. Me kë?
Dhe tani këta, gjithë këtë teren bosh që thatë juve, se ata iku partia e profesorëve. Dhe tani gjen një parti në të cilën në listë ti she Albani 20 vota, pra na sjell 20 njerëz, ndriçimi 150, radhën e ka ndriçimi për drejtor. Albani pyetet do inspektor apo jo, se s'kena bën. Ky na sjell 150. Duket sikur po bësh shaka, po kjo realiteti kështu është. Dhe po vajti drejtor ky na bën 300, sepse ka punojësit atje. Ka dhe dhe stimul. ky di si ti bëj. E rregullo vetë është ustaj kësaj pune. Ore, e çon për ustajin e votave apo e çon për ustajin e mirëmbajtjes së qytetit? Jo, për ustajin e votave. Çfarë flet? Ne nuk kemi më. Nuk të troket më njeri ti në shtëpi që thot dua votën tënde. Sepse si shtote i ndjeri Oldashi dhe është një fjalim emblematik ai, që se nxjerr më njeri. E kam dëgjuar. E ke dëgjuar? Jo, amërta. I ram shkurt në ta. Vajte me blem votën drejt për drejt, edhe s'ka më kuptim ta të veshti. Shko dilti. Shko dil. Çik më mrapa vdiqi shkretit. I kam thënë lagje unë. Kotë. Filloj. Profesor se spi kafe kështu. Jo, po kjo i thash ju mos më më lehen me gjithë politikat. Jo. E thash dëgjoj. Ju të gjithë thoni keni respekt për mua po. Sa për ju më votoni po ndalum. Jo, po le tash. Na lëni rahat, ju s'doni program. Ju doni kush sjell në shtëpi, ç'a do m'japësh? Kush ju votojmë, po ç'a do m'japësh? Juve i thash nuk ju prish asnjë cep i shtëpisë dhe morët DS4, morët parat, dhe tani janë të varur pas atij. Ti sa do të gojnë tash? Se ta mbyll ai. Ka fut brenda e ka. More vesh. Dite që të hedh grepin këtu i thash, ai vetëm ta shtrëngon. Po. Dhe nuk ka më. Ti s'flet dot më i thash. Ti s'ke as gjuhë, as vesh, as sy. Ti ke vetëm dorë i thash. Dhe dora e ti duhet çdoja. Dhe vjen të merr të rëmbel. Të rëmbel ma i të ka rëmbyer jetën. Të ka marrë peng jetën tënde. Ta ka marrë peng jetën. Dhe ata që nuk pranojnë, tani ka dalë kjo, që e diskutuam paraprakisht së bashku, i bie në shkurt. Jo, thot, unë s'dua ta ndryshoj. Çfarë? Duhet bëj jetën time po i hi jashtë. Edhe mbyll. E mbyll. A është mirë, a është keq jashtë, është diskutim tjetër. Nuk dua të vi fare. Kujtu, fare, zero. S'dua ti them njeriu që po shkove jashtë, gjen në lumturinë tënde. Jo, gjej qetësinë time thonë. Kështu e diskutojnë unë tonë. Dhe ai tjetri, po doj letërit të provoj vuajtje. Sot ata që i bëjnë furqa rreth e rrëtull, ore, si i tha Sokrati, Dimogeni tha kë kam shok të ngushëm mua, tha. Me kë riun, me mua, tha. Me kë dhe në pazar me mua. Ku vetëm në një shtëpi ta drejt tek ty, tha. Pa thua njëro Sokrati ke gabim, tha se më çmende. Po thua njërë, ti e më i miri, më i ndritur. Më i dritur, më. Po pse mos ka tjetër? S'del njëri ti thot. Sa i mal. Po s'del njëri ti thot. Jo, më u mësuam vetë ata, më. Po ai ka para ata Alban, ata përdorin. S'ka bir, nën edhe bir, se s'duhet. Po. E përdori pse se e përdori ai i madhi. Dhe unë duhet i ngjaja. Desha me të thonë që shifi nga forma se si flasin. Vesh ai bluzë të zezë, të gjithë me bluza të zeza, pa kollare, pa këmisha. Vesh ai shallvare edhe ti. Atletet të mëdha, atletet edhe ti. Venin edhe Fjalori që foton e tij në zyra. Po. Tipike më tipike. Tipike më. Kjo më tipike ashtu është po. Bufi thot ai, buf thua edhe ti. Po. Gërdall ai, gërdall ti. Po. Kufon politike ti, kufon politika ai. Ai po diskutonte në Vlorë, mirë keq mojzojnë ti e kryetari e bashkisë. O, kufon politike. O je mirë ti më. Me kë po flet? Po se kena arrit në atë pikë. Është i zgjedhur ai, më shoqë, nga populli. Mbaroj, po, o zotri. Është kjo. Do më shpjegime. Urdhroni si grup, vetëm në zyrën time. Na kush ke frikë ti? Kjo është njësoj si mësuesit njerë, isha në institucion privat, do na vën kamera. Na kush keni frikë ju tash? Kamera. Se si jepni mësim. Se rifni kalamaj. Se merrin ai zarf. Se merrin ndonjë zarf. Se nuk bëni dot, nuk i menaxhoni dot. Na kush keni frikë ju? Pse keni frikë? Pse duhet kesh frikë? Fare më zero. Nëse unë kisha frikë, do thosha ti nuk di. Këtu. Se s'dua, se ti mund të bësh ndonjë pyetje me spec në ato që thash. Ose një pjesë mileti që i thon mua të afrin e të mi, sa lek merr ai për një intervistë? Zero. Jo tha njëri, se besoj, ke drejti thashu se dje më bën një mesazh ata të bankës, më thanë, hajtë të ri që jo burse ka vajtë ato lekë të intervistave se si mban në bankomati.
Po jem Terezit i thash apo. A do mësoni që njeriu ka interes publik më? Unë i marr parat në atë punë që bëj. Në atë punë që bëj, paguaj për atë punë që bëj, faleminderit dhe shkoj në shtëpi. Po nuk mundet dot ti sot të thuash që më falni se nuk kam mendim të paguar zotëri. Ditën që ti ke paguar mendimin, ai s'është mendim. S'është më mendim. S'është më mendim. Ajo çfarë do të dëgjosh? S'është më mendim. Ai është një përshkrim i asaj që dëshiron zotëria, zonja që të ka thëritur, që të dëgjojnë njerëzit. Dhe si të tilla ke pas plot, që kanë shkatruar qytetërinë dhe njerëzit. Po. Unë nuk mbaj përgjegjësi për asgjë. Edhe kur i them, i thot, "Ai më e thash edhe ti si e mban mend." Po se ato man mend njeriu i drejtë. Ato man mend. Pasi se harrove edhe ti o bor, thot që e te këtë. Tash, jemi në fushën e, unë ja kam thënë gjithë gazetarëve dhe jo se më kanë ngrenë, jo se kam gjë personale, jo se kam ngrenë ndonjë pikë dobët, pikë kështu, se thon njerëzit po pse të kanë ngritur mendje. Jo. Zonjë janë marrë 35 milionë euro për digitalizimin 2015-2018 në kohën ku ishte ministri Linia Nikola. Që nuk funksionon digitalizimi, që doli boja. Pse s'ka vajtë gjeri që të thotë, ku janë lekët? Ku janë lekët? Është boja diell ajo. Front-end që është një... Jo, është bërë vetë për arsimin. Do bëjë gjimnazi dhe do bëheshin kurikula digitale, ose përmbajtje lëndore shqip digitale. As përmbajtje lëndore digitale nuk ka në gjimnazi, as kompjuterin nuk ka, as tableta nuk ka, tabletat të shkatruan e tjere. Është kthy shumë tenderat po bëhen thjesht për vite tash direkt. Sot ne interesohemi sa tendera bëjmë dhe çfarë vjetim, por çfarë ka cilësi brenda dhe çfarë ndodh me arsimin, askujt nuk i intereson. Njësoj si shëndetësia. Unë kam pyetur një ish në nxënësin tim, i tha çfarë do? Profesor, po zihen ja dyta për tenderin, prandaj si kemi pajisur mira ato të kardiologjisë. A e kupton tash? Zihen dy për tenderin. Zihen dy për tenderin, kujt i takon? Tenderi. Se ne vjedhim. Dhe ne kur vjedhim në Dimal, në Gramsh, në Prenjas, merrem me më zbet në Tiranë, në Durrës, ku interesat janë më të mëdha, në Elbasan, në Korçë. Merrem me më sa vitet. Të shkulmi. Do me thënë, nuk ke nga ta kapës, se çdo gjë të ngjitet në dorë. Dhe këtë ne ja kemi bërë vetes. Nuk ne ka bërë njëri. Një thash dhe një, në këmbim të një vit në vend i pune, shitëm veten dhe tani nuk i rikthehemi më dignitetin që kemi pasur. Se bëjmë dot. Se bëjmë dot me këtë. Si e shef të ardhmen? Shumë të herët. Me dijen që ke me eksperiencë. Shumë të herët, për shkak se janë tre element, janë këto element që doja t'i përmendja. E para kemi një rini të pa formuar në pikpamje qytetare. Mund të jetë në pikpamje shkencore, nuk dua të hyj në atë, është e pa formuar në qytetare. Nuk di as të flasi, as të rebelohet, as të bëj. Ishte protesta e studentëve të mjekësisë, kam mbajtur vetëm unë dhe gjeta një njeri të arteve, një student të arteve që thash po ti çdo është vllai im. Pra ishte vetëm interes familjar. Po. Kemi një rini që është gati të shihet të blihet, sepse mendon që karriera e tij më e suksesshme është ministër, deputet, zyrtar bashkie e kështu me radhë. Ku mund të vjedhin, mund të marrin, mund të bëjmë çfarë të duajnë. Nuk ka rëndësi për ta morali, nuk ka rëndësi për ta meritokracia, nuk ka rëndësi karriera. Do ndryshojnë si kameleoni, se këtu në Shqipëri për fat të keq vdesin për mercenarët. Pra ke qenë i PD-s, shkon te PS-ja të marrin me vrap. Ke qenë i PS, shkon te PD-ja të marrin me vrap. Kena kështu si historike në këtë. Po, ke qenë atje tërë jetën, pra shikoni me kujdes. Bërtet Braçe, bërtet Despiropari, bërtet Braçe që kanë kocka tek PS-ja, pasi se un kam vërejtjet e mia, po ti ka ardha rrugat, ti mbyll e gojën. Ti thuaj falënderoj pra ai sa të kanë dhënë. Se filluan thotë bërtet, nuk bërtet ajo i thash. Ajo do sa të marrë vendin e vet. Sa të marrin tenderin e radhës, tani s'flet më. Tani thotë jemi prapë në rregull, pse? Po erdhen në rrugat, s'ke ku ti kërkosh për llogari. Të mora unë thotë. S'ke asnjë meriti. Ti s'vajte për merit. Ti shiko njerëz se këtu vinë nga jashtë. Është një që unë tha vina Oxfordi o ku se si quhet një Cambridge. Atje, thoshe
si e gjykoni ju? Vajzere, i me shoqe ka pasur nxënëse. Edi Rama tha ka një problem të madh, mendon vetëm për të tjerës, mendon për vete. A i kupton tash? Të vish na Cambridge me këtë mendje. E po ka ardhur me këtë mendje na Cambridge, ne kemi marrë fund. Pra dhe ata që janë arsimua. Ka avokatin e popullit. Njëri që thotë jam doktoruar në Oxford dhe bëri çdo marrëveshje të pist dhe çdo kulis për të bërë avokat popullit. Pa asnjë merit, pa asnjë kontribut, shoqëror. Çfarë të doni ju? E çfarë pret më Alban? Pse unë, kur thonë të tjerët je pesimist, më thuaj një gjë realiste, ty dhe unë po të dëgjoj. Më bind, ti dhe unë do të vina mbrapa. Më bind, më din. Din, dhe më bind. Po ti s'më bind do. Sepse ti s'ke as argument, ti s'ke as një grup të një shoqëror që ta kesh bërë për vete, u zure dhe u grive për a është Rustemi, a është Iksi, apo a është elektricisti, apo është hidrauliku që të shkoj për deputet, dhe mori një deputete që fli gjuhë. Po. Fli gjuhë. Dhe që ka një super pasuri ta gëzoj se e ka me biznesin e vetë, zoti ja shtof, por nuk është pratë punë. Nuk është pratë punë. Unë jam shumë i mirë në profesionin tim, po s'mund të bëj ministër e ekonomie. Dhe të them si i ashtu quajt i tigri që i tha Arjan Çani, ore ne kemi qenë shok, ti para ngjishun për frëngjishta. Shneti me ekonomi. E kisha hobi ta. E kisha hobi. Unë kam shumë gjëra hobi. Po dëshirat e mia nuk mund të kthehen në mjerim të popullit tim. Po. Kjo çu e mendoj, për fat keq. Çfarë këshille mund t'i japësh për ato që do të shikojnë paka shumë i dham gjithë këshillat, po çfarë mesazhi mund t'i japësh? Të jenë vetvetje. Po të jenë vetvetja këtu kanë marrë fund. Të jenë vetvetja dhe të mos nështrojnë. Shiko, unë nuk mund t'i them dot askujt që për fat keq, nuk i them dot as fëmijës tim që rinë në Shqipëri. Jo më tjerëve. Sepse nuk kam arsye ta bëj. Sa ai do më thotë po ti ç'bëre që unë të rija. Dhe sado që ti them unë, ai nuk bindet. Se dhe unë mund të bëja pak më shumë. Nisur nga një shikim mbrapa, pas këtyre viteve. Kështu që nëse duan që vërtet të bëjnë diçka, është të mos pranojnë të bëjnë atë që ata se arrin dot. S'bëhesh dot i pasur brenda 5 vjetëve. S'bëhesh dot në karrierë politike i shquar brenda një mandati deputeti. Sado i zgjuar dhe i mirë që të jesh ti. Është proces natyror që duhet. Mos e përdor fytyrën tënde për të buluar pislliqet e të tjerëve. Kjo do ishte këshilla më e mirë. Mos përdor fytyrën tënde për të mbuluar pislliqet e të tjerëve. Po fiks. Leri ti pastrojnë vetë ata pislliqet e tyre. Profesor, mu faktikisht më vjen mirë që ti je në Shqipëri, që ka akoma njerëz të tillë. Dikush do të thoshë s'ka ku të shkoj më. S'ka më kohë ku të shkoj. Vjen shumë mirë, se pavarësisht se je ke pakica shumë e vogël, jeni katalit shumë i fortë. Njerëzit si ju janë shumë katalit i fortë, prandaj ky vend akoma nuk është shqyer komplet, se energjia e njerëzve si ti është më e madhe se sa bashkësia e këtyre e zezë. Jam shumë i lumtur nëse do të ndikoja sado pak në këtë shoqëri që shpesh pas çdo interviste e ndiej veten që më vjen për qartë. Sepse nuk jemi në kushtet që duhet të ishim. Gjithsesi unë ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë, është nder dhe respekt. Ju falenderoj.